Në këtë moment, ndërsa e dëgjoni këtë, hëna qëndron në hapësirë në një distancë mesatare prej 388.000 kilometrash në ju. Ajo duket kaq e afërt, kaq e njohur, kaq e qetë. Por imagjinoni për një moment që zgjojeni atje, në një strehim metalik në sipërfaqen hënore. Shikoni orën, ora 5 e mëngjesit. Shikoni dritaren, errësirë absolute. Jo errësira e një nate normale toksore, errësira kozmike, e ftohtë, e pamëshirshme. Jashtë, termometri tregon -173 gradë Celsius. Dhe e dini që kjo natë do të vazhdojë edhe për 7 ditë të tjera toksore. Ky nuk është science fiction. Ky është realiteti brutal i ditës hënore. Ndërsa ne në tokë jemi mësuar me rrotullimin e 24 orëve që na jep dritë dhe errësirë në cikle të parashikueshme, hëna ekziston në një dimension tjetër kohe. Një ditë plot hënore, një rrotullim i plot rreth boshtit të saj, zgjat të 29 ditë gjysmë toksore. 14 ditë e 3 çerek me dritë. 14 ditë e 3 çerek në errësirë. Një ekstrem që e kthen çdo nocion ton të normalitetit në diçka absurde. Por pse? Çfarë bëri hënën kaq të veçantë në sinkronizimin e saj kozmik? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të thotë kjo në të vërtetë për ndonjë qenie të gjallë që do të tentonte të jetojë atje? Le të fillojmë nga diçka që të gjithë e dim. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj një herë çdo 24 orë. Ky rrotullim na jep ditën dhe natën. Në ekuator, një pikë në sipërfaqen e tokës lëviz me një shpejtësi prej 1670 kilometrave në orë. Jemi të gjithë në një rrotullim të vazhdueshëm kozmik, por ne nuk e ndjejmë. Graviteti, atmosfera dhe vetë inercia e masës toksore na mbajnë në këmbë, të qetë, duke përjetuar një qarkullim dite-nate që është shkrirë thellë në biologjinë tonë. Hëna nga ana tjetër rrotullohet shumë më ngadalë. Ajo përfundon një rrotullim të plot rreth boshtit të saj, në të njëjtën kohë që përfundon një orbit të plot rreth tokës. Këtë e quajmë blokimin tidal. Në vitin 1679, Giovanni Cassini, astronomu italian që punonte në observatorin e Parisit, ishte ndër të parët që e dokumentoi këtë fenomen me precizion shkencor. Ai vuri re se hëna gjithmonë na tregon të njëjtën fytyrë, gjithmonë të njëjtat krater, gjithmonë të njëjtat mare, ato shkretëtira bazaltike të errëta që dikur mendonim se ishin dete. Por kjo nuk ishte rastësi kozmike, ishte rezultati një procesi që kishte zgjatur miliarda vjet. Në të kaluaren e largët, kur hëna ishte shumë më e re dhe më e afërt me tokën, ajo rrotullohej më shpejt. Por forcat e baticës që toka ushtron mbi hënën ngadalsuan gradualisht këtë rrotullim. Imagjinoni një masë të lëndshme që ngrihet dhe bie. Ngrihet dhe bie, miliarda herë gjatë miliarda vitesh. Çdo cicel iktivale i humbur energji, çdo ngritje dhe rënie, fërkoi kundër vetë strukturës së hënës. Dhe ngadalë, gjatë shkallës kohore gjeologjike, rrotullimi i hënës u sinkronizua plotësisht me orbitën e saj. Tani imagjinoni implikacionet. Në tokë, ekuatori përjeton rreth 12 orë dritë dhe 12 orë errësirë, me variacione vjetore në varësi të stinëve. Bimët kanë evoluar fotosintetin të optimizuar për këtë cikel. Kafshët kanë zhvilluar ritmet cirkadiane të kodifikuara në vetë ADN e tyre. Ne njerëzit kemi hormone si melatonina që rriten dhe bien në sinkronizim me këtë rrotullim 24 orësh. I gjithë ekosistemi toksor është krijuar rreth këtij pulsi kohor. Por në hënë, 14 ditë e 3 cerek të dritës së pandërprer diellore. Le të themi se një mision human zbret në rajonin ekuatorial të hënës në fillim të ditës hënore. Dieli lind ngadalë, jashtëzakonisht ngadalë, mbi horizontin. Jo një lindje e shpejt 15 minutëshe si në tokë. Dieli zvaritet lart për orë të tëra, madje ditë të tëra. Këndi i tij ndryshon pak nga ora në orë, dhe pastaj, për 2 javë toksore, ai qëndron atje lart, duke përshkuar qiellin e zi në një hark të ngadalt, duke bombarduar sipërfaqen me rrezatim të pandërprer. Pa atmosferë që ta shpërndaj dritën, qielli mbetet i zi absolut edhe në ditë. Yjet janë të dukshëm. Toka, një sferë blu e ndritshme 4 herë më e madhe se sa duket hëna nga ne, varet në qiell duke ndërruar fazat e saj. Por ajo tokë nuk lëviz në qiell. Për shkak të bllokimit tidal, nëse qëndroni në një pikë në hënë,
toka do të mbetet gati në të njëjtën pozicion në qiell përgjithmonë. Vetëm fazat e saj do të ndryshojnë ndërsa toka rrotullohet. Le të shikojmë temperatura tani. Kjo është ku gjërat bëhen vërtet çmenduri. Në tokë, temperatura maksimale regjistruar ndonjëherë ishte 58 gradë Celsius në Death Valley të Kalifornisë në vitin 1913. Temperatura minimale ishte -89 gradë Celsius në stacionin Vostok të Antarktikës në vitin 1983. Një diapazon total prej rreth 147 gradëve. Dhe këto janë ekstremet absolute të regjistruara në kushte të jashtëzakonshme. Në hënë, në ekuator, gjatë ditës hënore, temperatura e sipërfaqes arrin 127 gradë Celsius. Mjaftueshëm për të vduar ujin, mjaftueshëm për të shkrirë plumbin, dhe pastaj, kur fillon nata hënore, ajo temperaturë zhytet në -173 gradë Celsius. Një ndryshim total prej 300 gradëve Celsius. Jo gjatë stinëve, jo gjatë vitesh, por si pjesë e ciklit normal dita-natë. Pse? Përsëri, përgjigja qëndron në atë që mungon. Atmosfera. Në tokë, atmosfera jon vepron si një batanie gjigante. Ditën, ajo thith pjesë të rrezatimit diellor duke na mbrojtur nga shkreptimat më të këqija. Natën, ajo mban ngrohtësinë, duke parandaluar një rënje dramatike të temperaturës. Oqeanet luajnë një rol edhe më të madh, duke grumbulluar ngrohtësi gjatë ditës dhe duke e lëshuar atë gjatë natës. Ky është arsyeja pse zonat bregdetare kanë temperatura më të moderuara se zonat kontinentale. Hëna nuk ka asnjë nga këto. Pa atmosferë, çdo fotoni diellor godet drejt për drejt sipërfaqen. Pa oqeane, nuk ka rezervuar termik. Shkëmbinjt hënor thithin energji ditën dhe e rrezatojnë atë në hapësirën e ftohtë kozmike natën. Pa asgjë që ta ngadalsoj këtë proces, pa asgjë që ta moderoj atë. Është sikur të kesh një tavë metalike në vakum të plot, duke ngrohur me një flakë fuqishme për 2 javë dhe pastaj duke ekspozuar ndaj zerove absolute të hapësirës për 2 javë të tjera. Tani le të imagjinojmë çfarë do të thotë kjo për një qenie njerëzore. Jo në një skenë imagjinate hollywoodiane ku astronautët ecin lehtësisht duke mbledhur shkëmbin, por një vlerësim realist i asaj që do të duhej për të mbijetuar atje, për të mos thënë për të jetuar. Është ora 5 e mëngjesit, 2 ditë pas fillimit të natës hënore. Jeni në një modul banimi të nëndeshëm, 3 metra nën sipërfaqen e hënës. Kjo thellësi nuk është rastësi. Regolithi hënor, shtresa e imët e pluhurit dhe shkëmbinjve të thermuar që mbulon sipërfaqen ka një veçori të pazakontë. Ai është një izolues termik i shkëlqyer. Jo për shkak se përmban ajër, por sepse ndërmjet grimcave ekziston vakum. Çdo grimc është e rrethuar nga hapësirë bosh dhe vakumi është izolacior perfekt. Inxhinierët që projektuan strehimin tuaj e dinin këtë. Ata studuan punën e Neilit Armstrongut dhe Buzz Aldrinit nga Apollo 11 në vitin 1969. Termometrat që ata vendosën në sipërfaqe treguan ndryshime dramatike ditë-natë, por në thelësi vetëm 20 cm në sipërfaqe, temperatura mbetej relativisht konstante, rreth -20 gradë Celsius. 3 metra poshtë, temperatura është edhe më e qëndrueshme, duke u luhatur vetëm pak për rreth -35 gradëve. Kjo është arsyeja pse baza juaj është e varrosur. Mbi ju janë 3 metra regolith, pastaj një sistem i ndërlikuar izolimi shumë shtresor, pastaj struktura metalike e vet habitatit. Muret janë shumë shtresore, me hapësira vakumi ndërmjet tyre. Në brendësi, temperatura mbahet në 20 gradë Celsius. Një kupol i vogël perfekt i normalitetit toksor në mes të ferit termik hënor. Por ky komfort ka një çmim, energji. Çdo kalori e ngrohtësisë që ikën përmes mureve duhet të zvendësohet. Çdo molekul ajri që rrjedh përmes një vulosje të vogël duhet të rigjenerojë. Në tokë ne marrim si të mirëqen ajrin ton. Këtu, çdo frymëmarrje është e prodhuar me kujdes nga sistemet jetësore. Oksigjeni nxirret nga shkëmbinjt përmes elektrolizës. Dioksidi i karbonit fsihet nga ajri. Lagështia rikuperohet dhe riciklohet. Është një banim i mbyllur, i vullosur, artificial sa një anije nënujese. Dhe energjia që e mban gjithë këtë sistem gjallë. Gjatë ditës hënore, kjo nuk është problem. Panelet diellore në sipërfaqe prodhojnë energji me bollëk, por tani, në ditën e dytë të natës, ato panele janë të ftohta, të errëta,
të padobishme. Jeni duke jetuar me batorit që u mbushen gjatë ditës, dhe këto bateri duhet të zgjasin për edhe 12 dite 3 cerek, derisa dielli të dalë përsëri. Është e martë, 10 shkurt, në vitin 2026 këtu në tokë. Por në bazën tuaj hënore, data nuk ka shumë kuptim. Ju numëroni ditët e natës, dita e dytë e erësisë. 12:30 për të shkuar. Shikoni monitorët që tregojnë kushtet e jashtme. Temperatura -160 gradë. Presioni thuajse 0. Rrezatimi minimal tani që dielli nuk është prezent, por rrezatimi kozmik ende depërton. Pa fushën magnetike të tokës, hëna është e zhveshur përballë erës diellore, grimcave të ngarkuara që rrjedhin vazhdimisht nga dielli. Në tokë, fusha jon magnetike na mbron. Ajo shmangin këto grimca duke krijuar atë që e quajmë magnetosferën. Kjo është arsyeja pse nuk marrim doza të rrezikshme rrezatimi çdo ditë. Astronautët në stacionin ndërkombëtar hapësinor janë ende brenda kësaj mbrojtjeje. Por hëna nuk ka fushë magnetike globale. Ato që njihen si anomalit magnetike, fusha lokal të dobëta të lëna nga një dinamo i vdekur i brendshëm, ofrojnë mbrojtje të papërfillshme. Kjo do të thotë që strehimi juaj duhet të jetë i mbrojtur edhe nga rrezatimi. 3 metra regolith mbi ju nuk janë vetëm izolim termik. Ato janë gjithashtu mburoj rrezatimi. Çdo atom në atë mas shkëmbinsh absorbon ose shpërndan grincat e ngarkuara dhe rrezet kozmike. Por edhe kështu, doza kumulative e rrezatimit që një astronaut merr në hënë është shumë më e lartë se në tokë. Është një rrezik i pranueshëm për misione afatshkurtra, por një shqetësim serioz për kolonizim afatgjatë. Le të kthehemi te cikli ditanat. Është dita e 5 e natës tani, gjysma e rrugës. Ju shikoni përmes një dritareje të trash, të blinduar që shikon lart përmes një tuneli të ngushtë në sipërfaqe. Yjet, qylli zi. Toka në fazën e saj të plot, duke derdhur dritë blu-bardh në peizazhin gri hënor. Ajo dritë e tokës është dyfishi i ndritur se drita e hënës së plot që ne shohim nga toka. Për shkak se toka është shumë më e madhe. Por edhe kjo dritë nuk është e mjaftueshme për të ushqyer panelet diellore. Shikoni mbi monitorët e energjisë. Bateritë janë në 70%. Të gjitha sistemet jo thelbësore janë të fikura. Kërkohet një menaxhim i kujdesshëm i çdo vati. Në tokë ne ndezim dritat pa menduar. Këtu çdo lamp LED llogaritet. Ngroja e hapësirës banimore kërkon energji. Ftoja e pajisjeve elektronike gjithashtu, sepse edhe në të ftohtë kozmik, pajisjet që prodhojnë ngrohtësi duhet të ftohen për të parandaluar mbinçjen e tyre. Është një balancë e çuditshme. Jashtë, ajo që mbetet nga ajri i hollë që ekziston vetëm si atome të rralla që kërcejnë rreth sipërfaqes, është kaq e ftohtë sa ajo do të solidifikonte çdo gaz të njohur. Por në brendësi, sistemet të sofistikuara të ngrojes dhe ftojes mbajnë temperaturat e jetueshme. Është sikur të jetosh në një trup qëllçi në mes të Antarktikës në natën polare, por me diellin e ngjehtë të shkretirës që pret të kthehet. Dhe pastaj, në ditën e 14:30, dielli fillon të dalë përsëri, por jo siç e njihni nga toka. Këtu, lindja e diellit është një proces që zgjat orë të tëra. Horizonti hënor është shumë më afërt se ai toksor për shkak të lakoresë më të madhe të hënës në lidhje me maftësinë e saj. Por megjithatë, dukja graduale e skajit të diellit është e ngadaltë, pothuajse gjeologjike. Monitorët jashtë fillojnë të regjistrojnë ndryshim. Temperatura në pikën ku rrezet e para po godasin është ende -150 gradë. Por shpejt, shumë shpejt në terma hënor, do të fillojnë ngjitja. Në orët e para pas lindjes, temperatura do të ngjitet me 20, 30, 40 gradë. Shkëmbind të ngrirë thellë gjatë 2 javëve të erësisë fillojnë të thithin fotonët diellore. Këtu është një detaj që shumë nuk e kuptojnë. Kur dielli përfundimisht zbulon një shkëmb hënor në fillim të ditës, ky shkëmb nuk ngrohet menjëherë në 127 gradë. Madje shkëmbind edhe në vakum kanë kapacitet termik. Ata duhet të thithin energji, dhe kjo ngrothje graduale merr kohë. Jo 2 javë, por disa ditë toksore të para të ditës hënore janë ende relativisht të moderuara në krahasim me kulmin e nxehtësisë që vjen më vonë. Megjithatë, në ditën e dytë pas lindjes së diellit, temperatura ka arritur tashmë në 70 gradë. Në ditën e tretë, 90.
Dhe diku rreth ditës së 5 deri në të 7, sipërfaqja arrin maksimalen e saj termike prej 127 gradëve. Dhe aty mbetet duke u pjekur në diellin e lartë për një javë ose më shumë toksore. Panelet diellore tani janë përsëri funksionale, por edhe ato ballafaqohen me sfida. Në atë nxehtësi ekstreme, efikasiteti i tyre bie. Pajisjet fotovoltaike punojnë më mirë në temperatura më të ftohta. Kjo është ironi. Kur keni më shumë dritë diellore, temperatura redukton efikasitetin. Inxhinierët kanë projektuar sisteme ftose për panelet, por edhe ato ftose kërkojnë energji. Gjithashtu, ndërsa temperatura ngjitet, materiale të ndryshme zgjerojnë me ritme të ndryshme. Çdo bashkim, çdo vid, çdo komponent në pajisjet e sipërfaqes përjeton strese termike. Gjatë natës ato të kurren, gjatë ditës zgjerojnë. Pas disa cikleve ditanat-hënore, lodhja e materialit bëhet një shqetësim real. Carjet mund të shfaqen, vullat mund të prishen. Është një mjedis jashtëzakonisht armiqësor për inxhinierin. Por le të ndalemi për një moment dhe të bëjmë një eksperiment mendor. Jo një fantazi shkencore, por një simulim i shkencës reale. Imagjinoni që, për ndonjë arsye të çmendur, kostumi juaj hapësinor dështon në sipërfaqe gjatë ditës hënore. Ju jeni të ekspozuar. Çfarë ndodh në 5 sekonda të para? Së pari, e papritura. Trupi juaj nuk shpërthen siç tregojnë filmat. Lëkura juaj është mjaftueshëm e fortë për të mbajtur presionin e brendshëm, por ajri në mushkëritë tuaja fillon të zgjerojë menjëherë. Nëse mban frymën, mushkëritë mund të dëmtohen, por nëse lëshon ajrin, ke disa sekonda kohë të vetëdijshme. Astronautët e trajnuar e dinë këtë nga testimet në dhoma vakumi. Në vitin 1965, një teknik i NASA su ekspozua aksidentalisht në vakum gati total për 14 sekonda. Ai mbijetoi. Momenti i fundit që ai mbante mend ishte ndjegjeja e lagështisë në gjuhë që vlonte. Sepse kjo është çfarë ndodh. Në presion 0, temperatura e vlimit të ujit bie në afër 0 gradë Celsius. Lagështia në gjuhën tuaj, në sytë tuaj, në sipërfaqet e lagështatë të trupit fillon të avullojë menjëherë. Syri juaj do të fillonte të fryhet nga formimi i fluskave ajrore në lëngun lotor. Gjaku juaj nuk vlon, sepse vendet e gjakut janë të mbëllura dhe nën presion, por indet e buta do të fryen. Do të bëheni dyfishuar në matësi për rreth 20 sekonda, por në sipërfaqen hënore kjo nuk është problemi kryesor. Temperatura është. Nëse je në hije, në -173 gradë, trupi jut fillon të humbas ngrohtësi me shpejtësi të tmerrshme. Por për shkak të vakumit, kjo humbje ndodh vetëm përmes rezatimit, jo përmes përqyeshmërisë ose konveksionit. Kjo ju jep disa sekonda më shumë se sa do të kishit në ujë të ngrirë. Megjithatë, në 10 sekonda, indet e sipërfaqes së lëkurës fillojnë të ngrihen. Në 30 sekonda, hipotermia bëhet kritike. Tani imagjinoni të njëjtën situatë, por në diellin e plot të ditës hënore. Rezatimi diellor pa filtr atmosferik godet menjëherë. Lëkura që ekspozohet ndaj diellit do të fillojë të përvëllojë në sekonda, jo sepse ajri përreth është i ngjethë, por sepse rezatimi i pastër elektromagnetik të transferon energji direkt në indetet tua. Është si të vendosësh dorën direkt mbi një element të kuq të furrës, por në të gjithë trupin njëkohësisht. Në 15 sekonda, djegje e shkallës së dytë. Në 30, të palëvishme nga dhimbja dhe dëmtimi i indeve. Pse po e përshkruaj këtë horror? Jo për ta dramatizuar, por për ta theksuar një të vërtetë absolut. Hëna nuk është thjesht një mjedis i vështirë. Ajo është një mjedis që kërkon veprimin e menjëhershëm. Gabimi më i vogël është fatal në sekonda, jo në minuta. Nuk ka kohë për mendim, nuk ka hapësirë për improvizim. Le të krahasojmë këtë me mjediset më ekstreme në tokë. Antarktika. Stacioni Vostok që përmenda më herët, ku temperatura arriti -89 gradë Celsius. Atje, nëse një shkencëtar del jashtë pa pajisje të duhura, kanë disa minuta para se hipotermia të bëhet vdekjeprurëse. Atmosfera, edhe pse e ftohtë, ofron një bufer. Veshjet mund të ngrihen mbi trupin duke krijuar një stres izoluese. Ajri që frymojnë, megjithse i dhëmshëm për mushkëritë, është ende ajër. Ose merrni shkretirën Lut në Iran, ku temperaturat e sipërfaqes në ver arrin 70 gradë Celsius. E tmerrshme, absolutisht.
por ajri për rreth nuk është 70 gradë, është më i freskët. Ju mund të gjeni hije. Ju mund të roni djersën për të ftohur trupin. Toka thith pak lagështi natën që mund të kondensoj në mëngjes. Ka mekanizma natyror të moderimit. Në hën nuk ka asnjë nga këto. Është e papërshtatshme me jetën në një nivel kaq themelor sa bëhet gati filozofike. Çdo molekule e ajrit që frymoni duhet sjellë nga toka ose nxjerr nga shkëmbinjt. Çdo kalori e energjisë duhet gjeneruar nga panele diellore ose bateri. Çdo pik uji duhet ricikluar perfekt, sepse nuk ka okeane, lumenj, as shi që të rifreskohen rezervat. Dhe kjo na çon në një pyetje më të thellë. A është realisht e mundur që qeniet njerëzore të jetojnë atje? Jo të vizitojnë për disa ditë si misionet Apollo, por të jetojnë, të krijojnë shtëpi, të krijojnë komunitete. Le të jemi brutalisht të sinqert. Vizionet e Hollywoodit për koloni hënore me kupola qëllçi transparente dhe kopshte të gjelbra janë fantazi e bukur, por shkencërisht naive. Shkëmbinjt hënor përmbajnë oksigjen, por i lidhur kimikisht në okside. Ngjeshja e tij kërkon energjia të mëdha. Po, mund të bëhet, dhe NASA ka testuar metoda si elektroliza e regolithit të shkrirë. Por shkalla? Për të prodhuar oksigjenin që një person frymoi në ditë do të kërkonte disa kilowatt-orë energji. Shumëzoni këta me 100 persona, pastaj me 1000, dhe po flasim për infrastrukturë energjetike ekuivalente me një qytet të vogël toksor. Ushqimi? Nuk mund ta transportosh gjithçka nga toka. Koston janë prohibitive, rreth 10.000 deri në $20.000 për kilogram material të quar në sipërfaqen hënore me teknologjinë aktuale. Kjo do të thotë se duhet të rritet ushqimi atje. Por bimët kërkojnë dritë, ujë, dioksid karboni dhe kushte të qëndrueshme. Në tokë, bimët kanë evoluar për cikle 24 orëshe. A mund të adaptohen në 14 ditë dritë dhe 14 ditë errësirë? Disa eksperimente sugjerojnë se po, por me kosto. Rendimenti do të ishte më i ulët. Do të kërkohej dritë artificiale gjatë natës hënore duke konsumuar energji të çmuar nga bateritë. Dhe pastaj ka aspektin psikologjik. Ne njerëzit nuk jemi vetëm biologjikisht të lidhur me ciklet 24 orëshe. Jemi psikologjikisht të varur nga to. Studime në njerëz që jetojnë në mjedise pa dritë natyrore tregojnë se ritmet tona cirkadiane fillojnë të rrëshqasin. Disa njerëz fillojnë të ndjekin cikle 25 orëshe, disa 23. Puna në turne natën në tokë shkakton probleme shëndetësore të dokumentuara, rrezik më i lartë i depresionit, sëmundje kardiovaskulare, çrregullime metabolike. Tani imagjinoni jetën në hën. Zgjoheni në mëngjes, por dielli nuk do të perëndoj për 14 ditë. Trupi juaj përpiqet të mbajë ritmet që ka evoluar për miliona vjet, por stimujt të jashtëm janë plotësisht të çmendur. Ndoshta mban 1 orë artificiale, duke simuluar ditën dhe natën me ndriçim që ndizet dhe fiket çdo 24 orë. Por trupi juaj di. Dielli atje jashtë, i palvizur në qiell të zi, ju kujtoni se kjo nuk është normale. Dhe pastaj vjen nata. 14 ditë errësirë. Edhe me ndriçim artificial, izolimi psikologjik do të ishte ekstrem. Studimet në stacionet antarktike gjatë natës polare që zgjat disa muaj tregojnë norma të larta të depresionit, konfliktit ndërmjet ekuipazheve dhe çfarë psikologët e quajnë sindromën e treqerekut, një rënje në moral që ndodh rreth 3/4 e rrugës përmes një misioni të gjatë izolimi. Por le të kthehemi te realiteti i jetesës së përditshme. Është dita e 7 e ditës hënore tani. Ju jeni në mesin e fazës më intensive të energjisë diellore. Panelet jashtë janë duke prodhuar me kapacitet maksimal. Bateritë janë në ngarkesë të plotë. Sistemet jetësore janë duke punuar në modelin e tyre më eficient. Është një periudhë përfitimi, kur gjithçka që kërkon energji mund të bëhet. Aparatet për përpunim uji janë në punë të plotë duke ricikluar çdo pikë lagështire nga ajri, nga mbetjet, nga teri i trupit. Sistemi mbështjeljes së jetës është duke rigjeneruar filtrat e dioksidit të karbonit. Ka edhe disa operacione robotike në sipërfaqe. Makina që gërmojnë regolit për materiale të papërpunuara. Printer tredimensional që po eksperimentojnë me sinterimin e rërës hënore duke përdorur lazer për të krijuar struktura. Por edhe këto robot ballafaqohen me sfida. Gjatë natës, ato duhet të futen në strehim ose të mbështeten me bateri të vogla për të mbajtur sistemet kritike nga ngrirja. Gjatë ditës, duhet të menaxhojnë nxehtësinë ekstreme. Është dita e 12 e ditës hënore.
Temperatura e sipërfaqes është akoma në kulmin e saj, 127 gradë. Por tani, sistemi juaj i menaxhimit po bën diçka kritike, po mbush rezervat për natën e ardhshme. Bateritë janë mbushur plotësisht, tanket e ujit janë të plotë. Oksigjeni është stokuar në bombolla presionit të larta. Të gjitha provizonet janë kontrolluar dhe rikontrolluar. Sepse në disa ditë, dielli do të fillojë të perëndojë, dhe kur të jetë zhdukur plotësisht, do të kalojnë 14 ditë e 3 cerek para se ai të kthehet. Ky cikel i gatitjes dhe mbijetesës është rrënjosur thellë në operacionet tuaja. Ju nuk mund t'i merrni energjinë si të mirëqenë. Në tokë, ne klikojmë një çelës dhe drita të ndizen, sepse ka një rrjet elektrik i gjeneruar nga hidrocentralet, termocentralet, errat, dielli i shpërndar në kontinente. Edhe nëse një burim dështon, ka të tjerë. Rrjeti është i qëndrueshëm, i rezervuar, i besueshëm. Në hën, baza juaj është një ishull energjie në një oqean vakumi dhe ekstremesh. Kur dielli perëndon, burimet tuaja të energjisë bien në zero. Çdo watt që konsumoni gjatë underbrace _46 duhet të jetë ruajtur nga underbrace _47. Dhe nëse diçka shkon keq, nëse një sistem bateri dështon, nëse një gjenerator rezerv nuk aktivizohet, atëherë jeta e çdo personi në atë bazë është në rrezik. Le të shikojmë edhe një aspekt tjetër të jetesës hënore që rrallë diskutohet. Pluhuri. Regolithi hënor nuk është si rëra e plazhit. Nën mikroskop, grincat janë të mprehta, kënde të prerë nga miliona vjet bombardimi meteorik. Në tokë, rëra dhe dheu erodon nga era dhe uji, duke u bërë të rrumbullakosura. Por në hën, nuk ka asnjë nga këto agent eroziv. Çdo grimc ruan skajin e saj të mprehtë. Astronautët e Apollo raportuan se ky pluhur ishte një problem konstant. Ai ngjitej në kostume, depërtonte në ndërlidhje mekanike, gërvishte sipërfaqet e bukura të helmetave. Harrison Schmitt, geologu i Apollo 17, përjetoi diçka që u quajt _48_. Pas ekspozimit ndaj pluhurit të imët në modulin lunar, ai pësoi kongestion nasal, kruarje në fyt dhe simptome të tjera që ngjajnë me alergjin, megjithse në vakum nuk ka alergje në kuptimin tradicional. Analiza e mëvonshme tregoi se grimcat e hollura të regolith, kur thithen, janë irrituese për indet e mushkrive. Forma e tyre e mprehtë mund të shkaktojë inflamacion, dhe ndryshe nga pluhuri toksor, i cili është i ekspozuar ndaj ajrit dhe lagështisë dhe oksidohet, pluhuri hënor është kimikisht reaktiv. Sipërfaqet e tij kanë radikale të lira të shkaktuara nga rrezatimi diellor. Kur vjen në kontakt me ajrin e lagësht të habitatit, ato reagojnë. Për këtë arsye, protokollet e hyrjes në një bazë hënore do të ishin ekstreme. Dhoma ajri nuk do të ishte thjesht për të balancuar presionin, do të ishte një zonë dekontaminimi. Fshirje me vakum të kostumin, dush ajri. Ndoshta madje lërje e kostumin krejtësisht në dhomën e jashtme dhe veshje e një të brendshmi. Sepse lejimi i atij pluhuri brenda habitatit do të ishte jo vetëm një shqetësim shëndeti, por edhe një kërcënim për pajisjet elektronike sensitive. Është dita e 14 hënore tani. Dielli po fillon të ulet. Por përsëri, kjo nuk është perëndimi i shpejtë tokësor. Është një proces i ngadalshëm, gati hiponotizues. Këndët e tij rreze fillojnë të zgjaten duke hedhur hije dramatike nga çdo shkëmb, çdo krater, çdo formacion i sipërfaqes. Peizazhi, i cili në mesditën hënore duke i rrafshët dhe i shpërlar nga drita e sipulme, tani merr thelsi. Hijeshimet bëhen të dukshme, relievi bëhet dramatik. Astronautët e Apollo folën për këtë. Gjatë fazave të hershme dhe të vonshme të hënore, kur dielli është i ulët në horizont, topografia hënore zbulohet në mënyrë të mahnitshme. Kraterët që ishin pothuajse të padukshëm në dritën e drejtpërdrejtë bëhen të dukshëm. Është si të shikosh një relief në dritë anësore. Por për bazën tuaj, kjo rënje e diellit nënkupton diçka shumë më praktike. Është fillimi i kuote 31. Kohë për të kontrolluar përsëri sistemet. Monitorët tregojnë nivelet e baterive, 100%. Rezervat e oksigjenit të plota, rezervat e ujit të plota. Të gjitha sistemet jo thelbësore janë të parapara për fikje. Plani i menaxhimit të energjisë për 2 javët e ardhshme është ngarkuar në kompjuteret e kontrollit. Dhe pastaj, ngadalë,
shumë ngadalë, skaji i fundit i diellit zhduket në horizontin nënor. Nuk ka vezullim atmosferik, nuk ka fazat e perëndimit me ngjyra portokalli dhe vjollc. Thjesht, dielli është atje dhe pastaj nuk është. Në një moment, panelet diellore po prodhonin energji. Në momentin tjetër, ato janë të errta, të ftohta, të padobishme. Monitoret e temperaturës së jashtme fillojnë të tregojnë rënjen, nga 125 gradë të 100 në 70 në 50. Brenda orëve të para, sipërfaqja në hije ka rënë në 0, brenda ditës së parë në -50. Dhe do të vazhdoj të bjerë për ditë të tjera, derisa të stabilizohej rreth -170 gradëve. Në brendësi të habitatit, temperatura mbetet konstante në 20 gradë, por izolimi është duke punuar më shumë tani. Ndryshimi termik ndërmjet brendshëm dhe jashtëm është 200 gradë. Çdo defekt në izolim, çdo boshllëgajri, çdo urë termike bëhet një rrjedhje ngrohtësisë. Sistemi i ngrohjes është duke punuar, por me kujdes, sepse çdo vat që përdor është një vat më pak në rezervë për javët e ardhshme. Është nata e dytë e hënore tani. Ju shikoni tokën në qiell. Ajo është në fazën e saj të plot, duke derdhur atë dritë blu-bardh mbi peizazhin gri. Por kjo dritë, megjithse e bukur, nuk është e mjaftueshme. Nuk ka diell që të ushqej panelet, nuk ka energji natyrore duke ardhur. Jeni duke jetuar me rezervat. Psikologjikisht, kjo fazë është e vështirë. Ka një ndjenjë të mbëlljes. Në tokë, edhe nata më e gjatë e dimrit në rajonet polare përfundon. Në hën, kjo errësirë do të zgjat aq sa 2 javë të plota toksore. Është një test i qëndrueshmërisë mentale. Disa astronautë të trajnuar kanë raportuar se simulimet e zgjaturat e izolimit në tokë ishin ndër aspektet më sfiduese të trajnimit të tyre. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj. Një person që jeton në hën duhet të mendojë në terma të cikleve hënore, jo toksore. Orët toksore bëhen arbitrare. Dita dhe nata, në kuptimin që i njihni, nuk ekzistojnë. Në vend të tyre ka kuote 33 dhe kuote 34. Ka kuote 35 dhe kuote 36. Është një mënyrë krejt e re e konceptimit të kohës. Dhe pastaj ka aspektin shoqëror. Nëse ekuipazhi është i vogël, thon 5 deri në 10 persona, dinamika e grupit bëhet kritike. Nuk mund të largoheni nga njëri tjetri, nuk ka vend ku të shkosh për privasi të vërtet. Çdo shqetësim, çdo tension, çdo mospajtime përforcohet nga afërsia e detyruar. Psikologët që kanë studiuar ekuipazhet e stacioneve polare, nëndetëseve dhe misioneve të gjata hapësinore, të gjithë theksojnë të njëjtën gjë. Përzgjedhja e ekuipazhit nuk është vetëm për aftësi teknike, është për stabilitet emocional, aftësi komunikimi dhe përshtatshmëri. Në hën, kjo do të ishte edhe më kritike, sepse nëse diçka shkon keq, nëse ka një konflikt serioz, nuk ka ushtri që të dërgosh, nuk ka rrugë dalse. Ekuipazhi duhet të zgjidhë problemet e tij, sepse mbigjetesa e tyre kolektive varet nga ajo. Është nata e 5 të hënore. Bateritë janë në 85%. Të gjitha sistemet janë funksionale. Rutina është vendosur. Çdo antar i ekuipazhit ka detyrat e tyre. Dikush monitoron sistemet jetësore. Dikush tjetër po kryen mirëmbajtje në filtrat e ajrit. Dikush po përgatit ushqimin nga racionet e dehidratuara. Dikush po bën ushtrime, sepse në gravitetin e ulët hënor, 1/6 e gravitetit toksor, muskujt dhe kockat degradojnë nëse nuk stimulohen. Ky aspekt fizik është një tjetër sfidë e heshtur. Në tokë, çdo hap që bëni, çdo lëvizje po përballon gravitetin. Muskujt tuaj punojnë, kockat tuaja përballojnë ngarkesë. Në hën, me gravitet kaq të ulët, ju mund të hidhni më lart, të mbani më shumë peshë, por trupi juaj fillon të humbas masë muskulare dhe densitet kockor nëse nuk kontrakariohet. Astronautët në stacionin ndërkombëtar hapësinor, të cilët jetojnë në mikrograviteti, duhet të stërviten 2 orë në ditë me pajisje rezistence për të ndadalsuar këtë degradim. Në hën, me 1/6 e graviteti, problemi është më i butë, por ende ekzistues. Ekuipazhi do të duhet të ndiqte regjime rigoroze ushtrimesh, dhe kjo përsëri kërkon energji, kohë dhe disiplinë. Është nata e 8 hënore, më shumë se gjysma e rrugës. Bateritë janë në 73%.
brenda parametrave të pranuara. Por është një periudhë monotonie. Ditët përzihen së bashku, rutina bëhet mekanike. Ky është një rrezik psikologjik. Humbja e motivimit, depresioni i lehtë që vjen nga mungesa e stimujve. Në tokë, edhe në mjediset më të izoluara, ka ndryshime subtile. Era ndryshon, temperatura luhatet, rreth lëvizin. Në hën, në brendësi të habitatit, gjithçka është konstante. Temperatura 20 grad, lagështia 50%, presioni 1 atmosfer. Dritat të programuara për të simuluar një cikël 24 orësh. Por trupi juaj di që kjo është artificiale. Disa baza hënore, nëse ndonjëherë ndërtohen, mund të përfshin atë që psikologët e quajnë _39_39_. Një dhome dedikuar me imitime të pembe, ujit të rjedhës, tingujve natyror. Tingull të pakëndshëm? Ndoshta. Por studimet tregojnë se madje ekspozimi ndaj simulimeve të natyrës mund të reduktojë stresin dhe të përmirësojë mirëqenien. Por le të mos fantazojmë shumë. Realiteti është se çdo metër katror i hapësirës së brendshme në një bazë hënore do të ishte i shtrenjtë për të ndërtuar dhe për të mbajtur. Çdo kilogram i materialit transportuar atje kushton një pasuri. Prioritetet do të ishin funksionaliteti, bijetesa, operacionet. Luksi do të ishte minimal. Është nata e 11 hënore. Bateritë janë në 67%. Ende mirë, por rënja është e dukshme tani. Konsumi është duke u menaxhuar me kujdes. Sistemet jo thelbësore janë fikur. Ndriçimi është reduktuar në zonat jo kritike. Temperatura e habitatit është ullur pak në 18 grad për të kursyer energji ngrohjeje. Është një ndërbalancim. Komfort kundrejt mbijetesës. Monitorët e jashtëm tregojnë -170 grad. Temperatura ka arritur fundin e saj. Do të mbetet rreth kësaj pike për ditët e mbetura të UQUOT 4.1. Yjet jashtë janë të pandryshuar. Toka në qiell duke ndryshuar fazat e saj ngadalë ndërsa ajo rrotullohet. Por ajo tokë nuk lëviz. Pozicioni i saj në qiellin hënor është i fiksuar për shkak të bllokimit tidal. Është e çuditshme të mendosh për të. Nëse qëndroni në një lokacion specifik në hën, toka do të ishte gjithmonë në të njëjtin vend në qiell. Nëse jeni në anën e largët të hënës, asnjëherë nuk do ta shihni tokën. Nëse jeni në anën e përparme, ajo do të jetë gjithmonë atje, një prezencë konstante, duke ndryshuar vetëm fazat e saj. Kjo do të kishte një impakt psikologjik. Ata që jetojnë në anën e përparme do të kishin një lidhje vizuale me shtëpinë. Ata në anën e largët do të ishin në izolim më të plot. Por le të kthehemi te realiteti teknik. Është nata e 14 hënore. Bateritë janë në 59%. Sapo në pragun e sigurisë, por brenda planit. Në një ditë, dielli do të fillojë të dalë përsëri. Panelet do të riaktivizohen. Energjia do të fillojë të rrjedhë përsëri. Ka një ndjenjë pritjeje. Pasi kalove 2 javë me rezerva, ideja e dritës së diellit që kthehet, e paneleve që prodhojnë, e rezervave që mbushen përsëri, është pothuajse festive. Por duhet të mbetet vigjilent. Orët e fundit para lindjes janë kritike. Nuk duhet të kepërdorësh energji. Duhet të arrihet në lindjen e diellit me bateri të mjaftueshme për të mbështetur sistemet, derisa panelet të fillojnë të japin energji të përdorshme. Dhe pastaj, në orën e 9 të mëngjesit të ditës toksore të 16, monitorët që shikojnë horizontin lindor fillojnë të regjistrojnë dritë. Është fillimi. Pak nga pak, shumë ngadalë, dielli fillon të dalë. Nuk është menjëherë. Ora e parë është vetëm një ndriçim i lehtë i horizontit, por pastaj, gradualisht, skaji i diellit shfaqet. Dhe kur rrezet e para godasin panelet diellore, ka një tingull i lehtë elektronik. Monitorët po përmirësohen, voltazhi po rritet. Panelet janë përsëri funksionale. Mbase prodhojnë vetëm 5% të kapacitetit për shkak të këndeve të rrezeve, por është një fillim. Është fundi i vartësisë nga bateritë. Gjatë orëve të ardhshme, ndërsa dielli ngjitet më lart, prodhimi i energjisë rritet. Brenda 6 orëve, panelet janë në 30% të kapacitetit. Brenda 12 orëve, në 60%. Dhe brenda një dite, ato janë përsëri në prodhim të plot, duke karikuar bateritë, duke fuqizuar sistemet, duke e kthyer bazën në mënyrën e saj operative normale.
Ekuipazhi ndjen një lehtësim. Cikli është përfunduar. Ata mbijetuan hënore. Tani fillon hënore, me të gjitha mundësitë dhe sfidat e saj. Por kjo është rutina e jetës hënore. Cikle të gjata, skala kohore që sfidojnë intuitat tona toksore, ekstreme që kërkojnë teknologji të avancuar dhe planifikim të kujdesshëm. Dhe kjo është vetëm fillimi. Ne kemi folur për mbijetesën fizike, për inxhinierin, për teknologjinë, por ka pyetje më të thella që shtrohen. Pyetje për natyrën e njerëzimit, për adaptimin. Për çfarë do të thotë të marrësh një specie që ka evoluar në kushte kaq specifike në tokë dhe ta vendosësh atë në një mjedis kaq rrënjësisht të ndryshëm? Këto pyetje nuk janë abstrakte. Ato manifestohen në çdo detaj të jetesës hënore. Dhe për ta kuptuar vërtet sa thellë shkon kjo transformim, Le të bëjmë diçka të pazakontë. le të ndjekim një person. Jo një astronaut në një mision disa javor, por dikë që ka jetuar në hën për 3 vjet. Emri i saj është Elena Vasquez, mjeke, biologe. Një nga 25 njerëzit që përbëjnë bazën kërkimore Tranquility të vendosur në Mare Tranquillitatis, 40 kilometra nga vendi historik i Apollo 11. Ajo erdhi këtu në moshën 32 vjeç. Tani, pas 35 cikleve të plota ditë-natë hënore, pas gati 1030 ditësh toksore, ajo është 35 vjeçe. Por biologjikisht, trupi i saj ka përjetuar diçka që asnjë metrik toksore nuk mund ta kap. Është i ditës së 5 të një dite hënore. Elena zgjohet në 20 gradë Celsius, në një kabinë 3 metër me 4, nën 3 metra regolit. Orën e saj biologjike tenton të ndjek një ritëm 24 orësh, por tashmë, pas 3 vitesh, diçka ka ndryshuar. Laboratori i saj ka regjistruar të dhëna biometrike çdo ditë. Temperatura e saj bazale e trupit, nivelet e kortizolit, melatonina, ritmi i zemrës dhe ajo që kanë zbuluar është e trazueshme dhe e mahnitshme njëkohësisht. Trupi i njeriut ka një orë të brendshme, një lloj pajisje biologjike e vendosur thellë në hipotalamus e quajtur bërthama suprakiazmatike. Ky grup qelizash, jo më i madh se një kokororizi, orkestroi ritmin cirkadian që na mban të sinkronizuar me rrotullimin 24 orësh të tokës. Por kjo orë nuk është absolute. Ajo është e programueshme. Ajo përshtatet me stimuj të jashtëm, kryesisht dritën. Elena dhe kolegët e saj janë bërë eksperimente të pavullnetshme në riprogramimin e kësaj ore. Në muajt e parë, ata tentuan të mbajnë një orar artificial 24 orësh, duke përdorur ndriçim të kontrolluar në habitat për të simuluar ditën dhe natën toksore. Por trupi e dinte që diçka ishte gabim. Dielli jashtë nuk po ndiqte rregjën. Për 14 ditë toksore, ai ishte atje, vazhdimisht, duke derdhur rrezatim përmes muresh të trash, duke mbajtur panelet diellore aktive, duke transformuar bazën në një kafshë nate që nuk flinte kurrë. Pastaj, 14 ditë errësirë, ku çdo vati i energjisë ishte i çmuar, ku bateritë uleshin ngadalë, ku vetëm ndriçimi artificial duhej të menaxhohej me kujdes, dhe gjatë kësaj kohe, trupi i saj, i programuar për qindra mijëra vjet evolucioni, u bë i hutuar. Ajo filloi të përjetonte atë që mjekët e quajnë UQUOTEUARE 4-6. Probleme me gjumin, ndryshime humori, vështirësi për qëndrimi. Pas vitit të parë, ekuipazhi mori një vendim radikal. Ata do të riprogramonin orët e tyre biologjike për të sinkronizuar me hënën, jo me tokën. Kjo nuk ishte e thjeshtë. Nuk ishte vetëm çështje ndryshimit të orarit. Ishte një përpjekje e qëllimshme për të shkatëruar ritmin që trupi i tyre kishte mbajtur gjatë gjithë jetës dhe për të ndërtuar një të ri. Ata filluan me dritën. Panelet LED në habitat u riprogramuan për të ndjekur një cikël jo 24 orësh, por 700 orësh, gjatësia e një ditë hënore. Por kjo nuk ishte një rritje e thjeshtë lineare. Trupi njerëzor nuk mund të jetojë në një cikël aq të gjatë. Në vend të kësaj, ata e ndan ditën hënore në faza. Faza 1, lindja e diellit, 0 deri në 150 orë hënore. Ndriçimi në habitat rritet gradualisht gjatë 200 orëve, duke simuluar një mëngjes shumë të gjatë. Ekuipazhi ecin gradualisht drejt aktivitetit maksimal. Faza D, dita e plot, 150 deri në 550 orë.
Ndriçimi maksimal, aktivitet maksimal. Kjo është kur bëhen ekspeditate sipërfaqes, ndërtimi, eksperimentet intensive. Energjia diellore është në bollëk. Faza 3. Perëndimi. 550 deri në 700 orë. Ndriçimi zvogëlohet gradualisht. Aktivitetet reduktohen. Përgatitje për natën. Faza 4. Nata e plot. 700 deri në 1495 orë. Ndriçimi minimal. Aktivitete thelbësore vetëm. Konservimi i energjisë. Por edhe brenda këtyre fazave, trupi njerëzor nuk mund të qëndrojë zgjuar për 150 orë toksore. Kështu që ekuipazhi zhvilloi një sistem mikrociklesh. Brenda çdo faze, ata ndjekin një ritëm rreth 28 orësh. 20 orë zgjuar, 8 orë gjumë. Ky ritëm është më afër ritëve natyror që disa njerëz përjetojnë kur jenë të izoluar nga stimujt e jashtëm. Studimet në shpella, ku njerëzit jetojnë pa orë dhe pa dritë natyrore, kanë treguar se disa individ zgjerojnë natyrisht ciklet e tyre në 25, 26, madje 28 orë. Elena mësoi të jetoj kështu. Në fillim ishte torturë. Trupi i saj kundërshtoi, por ngadalë gjatë muajve diçka ndryshoi. Orët që ajo kaloi duke u përballur me dritën artificiale që simulonte ritmin hënor, filluan të ndërtonin rrugë të reja nervore. Sekretimi i saj melatoninës u zhvendos. Temperatura bazale e trupit të saj filloi të ndjek një val të re, dhe më befasuese, trupi i saj filloi të prodhojë një variant të ri të një proteine të quajtur clock, një nga gjenet kryesore që rregullojnë ritmin cirkadian. Kjo zbulim ishte revolucionare. Ekuipazhi i Elenës publikoi gjetjet në një revistë shkencore. Për herë të parë kishte prova se trupi njerëzor mund në kushte ekstreme dhe me kohë të mjaftueshme të riprogramojë në nivel molekular orën e tij biologjike. Nuk ishte vetëm një përshtatje psikologjike, ishte një transformim gjenetik. Por kjo erdhi me një çmim. Elena, kur monitoron veten tani, sheh se disa gjëra nuk janë më si më parë. Kur ajo i referohet regjistrimeve të saj nga vitet para hënës, ajo shikon dikë që tashmë nuk e njeh plotësisht. Perceptimi i saj i kohës ka ndryshuar. Një ditë toksore, 24 orë, i duket tani si një grimcë e shkurtër. Një javë toksore është një episod i shpejt, por një ditë hënore, 722 orë, ndjehet si një sezon. Kur ajo komunikon me tokën, ndërprerjet janë të ndezura. Kolegët në tokë janë duke lëvizur me shpejtësi të çmendur sipas standardeve të saj. Ata dërgojnë mesazh çdo ditë. Ata flasin për javën e kaluar, muajin e kaluar, por për Elenën, të menduarit në javë dhe muaj toksore është bërë artificial. Ajo mendon në cikle hënore. Ajo sapo ka përfunduar ciklin e saj të 35, ajo është në ditën e 5 të ciklit të 36. Ka një term për këtë transformim. Shkencëtarët e quajnë zhvendosje diakronike. Një zhvendosje e koordinatave kohore. Dhe kjo nuk është vetëm një kureshti akademike, ka pasoja të thella. Imagjinoni që Elena kthehet në tokë. Ajo hipet në një anije hapësinore për një udhtim 3 ditor. Ajo zbret në sipërfaqen toksore. Graviteti, 6 herë më i fortë se ajo që ajo ka përjetuar për 3 vjet, e shtrydh. Muskujt e saj, pavarësisht stërvitjeve të përditshme rezistence, janë dobësuar. Kockat e saj kanë humbur densitet pavarësisht suplementeve të kalciumit dhe medikamenteve. Por më trazuese, trupi i saj tani operon në një ritëm që është i jashtëm për planetin e origjinës së saj. Dielli lind dhe perëndon çdo 24 orë. Por orëri i brendshëm i Elenës është i vendosur në 722 orë. Gjumi i saj çrregullohet brutalisht. Oreksia e saj bëhet kaotike. Hormonet e saj janë në rrëmuj. Ajo ka, në thelb, një formë të thellë të jet lagut, por një që nuk mund të zgjidhet duke pritur disa ditë që trupi të riprafrohet. Trupi i saj është riprogramuar në nivel themelor. Mjekët që studiojnë atë raportojnë se do të duhen muaj, ndoshta vite, për të riadaptuar plotësisht në ritmin toksor, dhe disa aspekte ndoshta nuk rikthehen kurrë. Ka pasur dëmtime nervore subtile, disa lidhje në bërthamen e saj suprakiazmatike janë riorganizuar. Ajo nuk është më në mënyrë definitive UQUOTE në të mbëjet. Ajo është diçka e re. Elena hënore. Dhe kjo ngre një pyetje tronditse. Nëse ne dërgojmë njerëz në hën dhe ata jetojnë atje për vite, a kthehen ata kur vërtet? Ose a kemi krijuar pa e dashur një specie të re,
një variant i Homo sapiens i përshtatur për një planet tjetër? Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të shikojmë jo vetëm biologjin, por vetë strukturën e perceptimit. Elena, gjatë viteve të saj në hën, filloi të shënoi diçka të çuditshme në perceptimin e saj të lëvizjes. Në tokë ne jemi të zhytur në lëvizje konstante. Drurat lëkunden me erën, rretë rrëshqasin nëpër qiell, ujërat rrjedhin, kafshët lëvizin, madje ajri vetë lëviz, duke krijuar bruska dhe era që ndjehemi në lëkurë. Në hën, në sipërfaqe, nuk ka asgjë që lëviz nëse nuk e lëviz ti. Shkëmbinjt janë absolutisht të palëvizur. Pluhuri nuk ngrihet me erë, sepse nuk ka erë. Asgjë nuk valvit, asgjë nuk rrëshqet, asgjë nuk rrjedh. Vetëm nëse hidh një shkëmb, vetëm nëse ecën, krijohet lëvizje. Por edhe kjo lëvizje është e çuditshme. Në 1/6 e gravitetit toksor, objektet bien më ngadalë. Një shkëmb i hedhur ndjek një parabola më të gjatë, më të ëmbël. Pluhuri që ngrihet nga hapat e tu bie përsëri, por në një hares që duket gati i ngadalt, si në ëndrat. Elena përshkroi këtë në ditar. Ajo tha se pas muajsh në sipërfaqe, lëvizja filloi të ndihet si dika e bërë në ujë. Jo se kishte rezistencë, por se vetë perceptimi i gravitetit të zvogluar e bëri çdo veprim të ndihet i zgjatur në kohë. Dhe kur kthehet në habitat, ku graviteti artificial nuk ekziston, ku ajo lëviz në 1/6 e peshës së saj toksore, perceptimi i saj i trupit të vet u transformua. Ajo mund të hipte në tavan me një shtytje të lehtë. Ajo mund të mbante objekte që në tokë do të ishin të pamundura. Por kjo fuqi e re erdhi me një çmim. Truri i saj, i trajnuar për 3 vjet e 2 vjet në gravitet toksor, tani duhej të rikalibroj çdo lëvizje. Kur ajo shtyu një derë, duhet të kujtonte se sa pak forcë nevojitet. Kur ajo kapte një objekt, duhet të rregullonte për inercinë ndryshme. Dhe me kalimin e kohës, ky rikalibrim u bë i natyrshëm. Truri i saj ndërtoi modele të reja motorike. Por kjo do të thotë se kur ajo një ditë kthehet në tokë, ato modele do të jenë të gabuara. Ajo do të shtyjë gjëra shumë fort. Ajo do të lëshojë objekte duke menduar se graviteti i saj i reduktuar do t'i mbajë. Ajo do të tentojë të kërcej dhe do të realizojë se nuk mund më të kavërcej disa metra në ajër. Ka një term në neuroshkencë për këtë: plasticitet adaptativ. Truri është plastik. Ajri ndërton veten bazuar në mjedis. Astronautët që kanë kaluar kohë në stacionin ndërkombëtar hapësinor përjetojnë forme të lehta të këtij plasticizmi. Pas disa muajsh në mikrogzhavitet, ata duhet të ristërviten, të ecin në tokë, por ata kanë qenë larg vetëm për muaj. Elena ka qenë larg për 3 vjet. Ndryshimet në trurin e saj janë më të thella, dhe kjo na shpjen në një pyetje etike që kërcet në zemër të aspiratave tona kozmike. Nëse ne vendosim koloni të përhershme në hën, nëse fëmijët lindin dhe rriten atje, çfarë jemi duke krijuar? A janë ata ende njerëz në kuptimin që ne e njohim? Le të shqyrtojmë një fëmijë. Quajeni Luka. Luka lindi në bazën Tranquility në vitin 2023. Është tani 3 vjeç. Por ai nuk është 3 vjeç në mënyrën që një fëmijë toksor është 3 vjeç. Ai nuk ka përjetuar kur dritën e diellit nëpër atmosferë. Ai nuk ka ndjer kur erën në fytyrë. Ai nuk ka par kur rreth që formojnë figura në qiell. Ai nuk ka dëgjuar kur shiun që godet dritaren. Çdo përvojë që ne marrim si të mirëqen në formimin e një fëmije njerëzor i mungon atij. Por ai ka përvoja që asnjë fëmijë toksor nuk i ka. Ai mund të kthejë krejtësisht në tavan me një shtytje. Ai mund të mbajë gjëra që do të ishin të rënda për të në tokë. Ai shikon tokën jo si një tokë në këmbë, por si një sferë në qiell, të ndritshme, të madhe dhe absolutisht të paarritshme. Prindrit e Lukas raportojnë se gjuha e tij po zhvillohet në mënyrë interesante. Ai ka fjalë për gjëra që fëmijët toksor nuk i kanë. Ai ka një fjalë për ndjenjën e kërcimit në gravitet të ulët. Ai ka një fjalë për dritën e veçantë që hyn përmes filtrave të dritareve të trasha. Ai ka një fjalë për heshtjen absolute të sipërfaqes hënore, një heshtje që asnjë mjedis toksor nuk e ka, sepse në tokë ka gjithmonë tinguj, erë, insekte, dërrasa që kërcasin. Por Lukas i mungojnë fjalë për gjëra që çdo fëmijë toksor i di. Ai nuk ka fjalë për shi, për det, për pemë, për kafsh. Prindërit e tij tentojnë t'ia mësojnë këto koncepte duke përdorur video dhe simulime virtuale. Por Luka nuk i kupton plotësisht.
Për të, një kuot 54 është një formë e çuditshme që sheh në ekrane. Një kuot 19 është një mas blu që lëviz në mënyrë të pakuptueshme. Koncepti i tij i realitetit është formuar nga mjedisi i tij hënor. Neurologët që studiojnë zhvillimin e tij janë fascinuar dhe shqetësuar njëkohësisht. Truri i Lukas po ndërtohet në një mjedis që është rrënjësisht i ndryshëm nga ai që ka formuar çdo tru njerëzor tjetër në historinë e specieve. Perceptimi i tij hapësinor, kuptimi i tij i fizikës intuitive, vetë mënyra se si ai përpunon informacionin sensorik janë të ndryshme. Ka një eksperiment të famshëm në neuroshkencë me macet. Nëse mace lind dhe rritet në një mjedis ku sheh vetëm vija vertikale pa asnjë vijë horizontale, truri i saj nuk zhvillon qeliza që përgjigjen ndaj vijave horizontale. Kur më vonë ekspozohet në vija horizontale, ajo nuk mund t'i shohë. Në thelb, kjo është e verbër për to sepse truri i saj nuk ka ndërtuar qarqet për t'i përpunuar. Tani zvendësoni vijat me stimuj më kompleks. Zvendësoni mjen në një laborator me një fëmijë në hënë. Çfarë po dështon të zhvillojë truri i Lukas sepse mungojnë stimujt e duhura? Çfarë po zhvillon që trut toksor nuk e kanë? Dhe kur Luka të jetë 20 vjeç, nëse ai kthehet në tokë, a do të jetë i aftë të funksionojë atje? Përgjigja, sipas studimeve të hershme, është shqetësuese. Luka do të jetë funksionalisht i paaftë në tokë. Graviteti do ta shtyp. Trupi i tij, i zhvilluar në 1/6 e gravitetit toksor, nuk do të ketë kockën dhe forcën muskulare për të mbështetur veten. Por më e keqe, perceptimi i tij, i gjithë modeli i tij mental i realitetit, do të jetë i papërputhshëm me mjedisin toksor. Ai nuk do të jetë thjesht një turist i paaftë. Ai do të jetë, në mënyrë themelore, dikush i huaj në planet e prejardhjes së specieve të tij. Kjo na shpije në atë që unë e quaj paradoksin e kolonizimit. Sa më shumë ne e përshtatim veten për të jetuar në hën, aq më pak ne mbetemi në mënyrë themelore njerëzore në kuptimin toksor. Por nëse nuk përshtatemi, nuk mund të mbijetojmë. Është një dilemë ekzistenciale që nuk ka zgjidhje të thjeshtë. Disa teoricien kanë propozuar se nëse krijohen koloni të përhershme, ato duhet të ketë gravitet artificial. Stacione rrotulluese që krijojnë pseudogravitet përmes forcës centrifugale. Por në hën, të ndërtosh një strukturë të tillë do të ishte monumentalisht e vështirë dhe e shtrenjtë. Dhe edhe nëse bëhej, do të rezolvonte vetëm problemin e graviteti. Çështja e ciklit dita-natë, e rrezatimit, e izolimit, e mjedisit të jashtëm vdekjeprurës do të mbeten. Të tjerë kanë propozuar inxhinieri gjenetike. Nëse ne mund të modifikojmë ADN njerëzore për ta bërë më të përshtatshëm për mjediset hënore, Ndoshta mund të krijojmë një variant që mund të luajë në kushte që do të vrisnin Homo sapiens standard. por kjo ngre pyetje etike edhe më të thella. Nëse krijojmë qeniet e modifikuara gjenetikisht për të jetuar në hën, a janë ato ende njerëz? Kush vendos çfarë modifikimesh janë të pranueshme? Dhe çfarë ndodh kur këto qenie të modifikuara riprodhohen? Ka edhe një dimension tjetër që rrallë diskutohet, impakti psikologjik i paarritshmërisë. Në tokë, çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga se ku lindi, mund teorikisht të udhtojë diku tjetër në planet. Njerëzit kanë migruar në kontinente, kanë eksploruar oqeanet, kanë gjitur malet më të larta. Koncepti i kuote 56 është i madh, por i arritshëm. Por për dikë si Luka, i lindur në hën, toka nuk është e arritshme, nuk në kuptimin praktik. Po, ka anije hapësinore, por udhtimi është i rrezikshëm, i shtrenjtë dhe, si diskutuam, Potencialisht fatal për një trup të zhvilluar në gravitet të ulët. Kështu që Luka rritet duke ditur se ka një botë, planetin e prejardhjes së specieve të tij, ku jetojnë miliarda njerëz, dhe ai nuk mund ta vizitojë kurrë. Imagjinoni peshën psikologjike të këtij fakti. Imagjinoni të shikosh tokën çdo _quote_57_ një sferë ndritshme 4 herë më e madhe se hëna që ne shohim, duke ditur se atje ka oqeane, pyll, qytete, miliona specie, miliarda njerëz, dhe ti nuk mund të prekësh kurrë asnjërin nga to. Është një formë burgu ekzistencial që asnjë qenie njerëzore në histori nuk e ka përjetuar. Dhe kjo na rikthen te Elena. Ajo të paktën ka kujtinë e tokës. Ajo mbante mend shiun. Ajo mbante mend oqeanet. Ajo mbante mend të ecurit në një pyll dhe të ndjej era në përgjete.
Por për Lukan dhe fëmijët e tjerë të lindur në hën, këto janë abstraksione. Koncept në video. Për ralla nga prindrit. Ka një moment të fuqishëm të regjistruar në diarin e Elenës. Ajo po fliste me Lukan, i cili natko ishte 2 vjeç. Ajo po përpiqej t'i shpjegonte konceptin e shiut. Ajo tregoi një video ku pika uji po binin nga qielli. Luka e shikoi me përkushtim, pastaj pyeti: "Çfarë i mban pika në ajër?" Elena u ndal. Në fillim nuk e kuptoi pyetjen, pastaj realizoi: në botën e Lukas, gjithçka që nuk mbahet bie menjëherë në tokë. Por graviteti i ulët i hënës do të thotë se madje në ajrin e habitat, objektet që lëshohen bien më ngadalë. Koncepti i pikave që lëvizim nëpër ajër të mbështetura nga asgjë ishte i huaj për të. Elena tentoi ta shpjegonte. "Ajri i mban", tha ajo. "Ajri në tokë është shumë më i trashë se ajri këtu." Por Luka nuk e kuptoi. Për të, ajër ishte ditka që frymoje, jo ditka që mund të mbante objekte. Ajo tentoi përsëri duke përdorur analogji të ndryshme, por pa sukses. Në fund, Luka thjesht pranoi se kjo ishte një nga gjërat e çuditshme në planet ku prindrit e tij ishin rritur. Një planet ku fizika ishte krejt ndryshe. Ky moment u bë fameoz në komunitetet shkencore dhe psikologjike. Ai shënoi në mënyrë dramatike se një fëmijë rritur në hën nuk do të ishte thjesht një njeri në një vend të ndryshëm. Ai do të kishte një kuptim themelor të ndryshëm të realitetit. Por le të rikthehemi te parabolat më të mëdha. Le të themi se pavarësisht nga të gjitha këto sfida, ne vazhdojmë. Ne ndërtojmë koloni më të mëdha. Baza Tranquility rritet nga 25 banor në 100, pastaj në 1000. Bazat të tjera ngrihen. Në 20 vjet ka 5000 njerëz që jetojnë në hën. Në 50 vjet 100.000. Në këtë pikë, një kulturë e re fillon të formohet. Një kulturë që nuk është toksore. Njerëzit e lindur në hën, të quajtur colloquially selenit, fillojnë të përbëjnë shumicën e popullsisë. Dhe ata shohin botën, ose më saktë hënën, në një mënyrë që është rrënjësisht e ndryshme nga emigrantët toksorë. Për selenitët, cikli dita-natë 24 orësh i toks është i çuditshëm dhe i shpejtë. Ata e quajnë ata ritëm nervoz. Graviteti toksor është shtypës, atmosfera është e mbytshme. Oqeanet janë terrorizues për sa të mëdha, dhe ekosistemi i gjallësave biologjike me miliona specie është kaos. Nga perspektiva e tyre, hëna është e pastër, e thjeshtë, e parashikueshme. Po, është ekstreme, por është ekstreme në mënyrë të kuptueshme. Nuk ka stuj të papritura, nuk ka tërmete, përveç ndonjë trukit të vogël nga ndikim meteoritik, por ato janë të ralla. Nuk ka sëmundje infektive, sepse nuk ka patogjene, të gjitha mikrobet janë të kontrolluara brenda habitateve. Nuk ka grabitës, nuk ka rreziqe biologjike. Në kontrast, toka u duket atyre si një planet i kaosit, një vend ku çdo ditë mund të sjellë një stuj të re, ku oqeanet valviten në mënyra të paparashikueshme, ku bakteret dhe virusat mund t'i sëmurën, ku kafshët e tjera mund t'i sulmojnë. Nga perspektiva selenite, toka nuk është një parajs, është një kaos i përhershëm biologjik dhe gjeologjik. Kjo perceptim të ndryshme çon në një ndarje kulturore. Selenitët fillojnë të shohin veten jo si toksor në mërgjim, por si një popull i ri. Disa madje fillojnë të propozojnë pavarësi. Pse duhet të qeverohen nga planet ku ata nuk mund të shkojnë kurrë, nga njerëz që nuk e kuptojnë jetën e tyre? Kjo nuk është shkencë fantastike. Është një vazhdim logjik i tendencave që kemi parë gjatë historisë njerëzore. Kur popullatat migrojnë dhe izolohen, ato zhvillojnë kultura dhe identitete të reja. Kolonitë amerikane u bën Shtetet e Bashkuara. Australianët zhvilluan identitet të dallueshëm nga britanikët. Dhe në ato raste, përzierja ishte ende e mundur. Njerëzit mund të lundronin midis kontinenteve, por midis tokës dhe hënës, përzierja është shumë më e vështirë. Dhe si rezultat, divergjenca do të ishte më e thellë. Të qëndrosh këtu, në këtë moment duke përthyer këto skenar, është të realizosh se ne nuk po flasim thjesht për inxhinierin dhe logjistikën. Ne po flasim për evolucionin e vetë specieve njerëzore. Ne po flasim për rrjedhja e branches të reja nga druri i jetës. Për miliarda vjet, jeta në tokë ka evoluar në kushtet specifike të këtij planeti. Graviteti, cikli dita-natë, atmosfera, temperaturat,
fushë magnetike. Kur ne marrim jetën dhe veçanërisht jetën inteligjente dhe e vendosim atë në kushte rrënjësisht të ndryshme, ne po fillojmë një eksperiment evolucionistik që nuk ka precedent. Dhe përfundimi i atij eksperimenti nuk është i qartë. Do të përshtaten njerëzit? Do të lulëzojnë në mjedise të reja? Ose a do të zbulojmë se ka kufi themelor, vija që nuk mund të kalohen pa humbur atë që na bën themelisht njerëz? Elena, tani duke përballur vendimin më të madh të jetës së saj, e di se kur ajo të kthehet në tokë. Ajo nuk do të jetë më Elena që u largua. Trupi i saj është ndryshuar. Truri i saj është ndryshuar. Perceptimi i saj i realitetit është ndryshuar. Ajo është një qenie hibride. Një grua që ka jetuar në 2 bota dhe nuk i përket plotësisht asnjëras. Dhe kjo është e ardhmja që po ndërtojmë. Një ardhme ku kufiri midis njerëzores toksore dhe diçka të re, diçka të përshtatur për qiet, bëhet gjithnjë më i paqartë. Një ardhme ku pyetja, çfarë do të thotë të jesh njeri, merr përgjigje që as nuk i kishim imagjinuar. Por në ditën e 37 të ciklit të saj hënor, Elena merr një thirrje që do ta ndryshojë gjithçka. Është ora 5 e mëngjesit sipas orarit të saj personal. Dita hënore është në fazën e saj të dytë. Diellin lart në qiellin e zi, panelet diellore duke prodhuar energji maksimale. Ajo zgjohet nga një zhurmë urgjente në sistemin e komunikimit. Zëri doktorit Chen, përgjegjësi njësisë mjekësore. Elena, në laborator, tani, është Luka. Zemra i ndalon. Ajo e di atë ton. E ka dëgjuar vetëm 2 herë më parë në 3 vjet. Herën e parë, kur një inxhinier u godit në një rrëshqitje pluhurit në një tunel të ri dhe u mbët në rënoja, herën e dytë, kur një bateri rezerv shpërtheu gjatë natës dhe ata kaluan 12 dhjetor pa ngroje në një seksion të habitatit. Por tani është Luka. Fëmia i parë i lindur në hën, 3 vjeç e gjysmë, djali që është simboli i gjithë eksperimentit të tyre. Ajo vrapoi përmes korridoreve të ngushta. Graviteti i ulët e lejon të lëviz me shpejtësi që do të ishte e pamundur në tokë, por çdo hap ndjehet i ngadalt, sikur koha vetë po përhapet. Ajo arrin në laboratorin mjekësor. Brenda, Luka shtrihet në një tapet ekzaminues i lidhur me monitor. Prindrit e tij, Maria dhe Yuki, qëndrojnë pranë, fytyrat e tyre të zbehta. Doktor Chen është mbi një ekran me të dhëna biometrike. Çfarë kemi? Elena flet me zërin e saj profesional duke shtyr panikun më njanë. Doktor, Chen rrotullon ekranin. Filloi para 6 orësh, temperatura në rritje, 10 grad, pastaj konvulsione, 2 epizode, secili 4 deri 5 minuta. Kemi stabilizuar tani, por ai hezitoi. Elena, kjo nuk është gjë që kemi parë më parë. Ajo studion të dhënat. Valet e trurit tregojnë aktivitet të çrregullt në korteksin frontal. Skanimi i trurit tregon diçka që e bën të ngrinj. Zonë të vogla të ndezura në rajone që nuk duhet të jenë aktive. Kjo duket si inflamacion, por si? Ne nuk kemi patogjene këtu. Pikrisht, thot doktor Chen. Të gjitha kulturat janë negative, nuk është infeksion. Elena, unë mendoj se ky është diçka më e thellë. Unë mendoj se po shohim pasoja e zhvillimit neurologjik në gravitet të reduktuar. Heshtja që bie mbi dhomën është e rëndë. Ata të gjithë e dinë çfarë do të thotë kjo. Për 3 vjet, ata kanë monitoruar zhvillimin e Lukas. Kanë parë se si ai ka rritur reflekse motorike të ndryshme. Se si truri i tij ka formuar lidhje për të lundruar në një të gjashtën e graviteti. Por ata kanë supozuar se këto ishin përshtatje beninje, variante brenda spektrit normal. Por çfarë nëse nuk janë? Çfarë nëse vetë struktura e trurit, mënyra se si qarqet nervore formohen në fëmijëri të hershme, kërkojnë jo vetëm stimuj specifik, por edhe gravitet specifik? Çfarë nëse ka një prag në të cilin zhvillimi normal njerëzor thjesht nuk mund të ndodhë? Maria, nëna e Lukas, flet me zë të thyer. A do të jetë ai mirë? Mund ta trajtoni? Elena e di se duhet të jetë sinqert. Ne nuk e dim, kjo është territori i panjohur, por ne do të bëjmë gjithçka që mundemi. Orët e ardhshme janë një spërkatje e testeve, konsultimeve me ekspert në tokë përmes komunikimeve me vonesë 3 sekondash dhe debatesh të nxehta midis ekipit mjekësor.
Të dhënat që dalin janë shqetësuese. Skanimi më i detajuar tregon se disa struktura të trurit të Lukas, veçanërisht ato të lidhura me koordinimin motorik dhe perceptimin hapësinor, kanë zhvilluar forma që devijojnë nga normat toksore. Dhe disa nga këto devijime po shkaktojnë sinjale të paqëndrueshme elektrike. Doktor Okafor, neurologun kryesor që konsultoi nga toka, është brutal në vlerësimin e tij. Ajo që po shihni mund të jetë shenja e hershme e çrregullimit neurologjik progresiv. Truri njerëzor ka evoluar në presion konstant nga graviteti toksor. Procesi i mielinizimit, mënyra se si neuronet formohen dhe lidhen, mund të kërkojë atë presion. Pa të, qarqet mund të formojnë gabim. Elena pyet pyetjen që të gjithë mendojnë, por askush nuk dëshiron ta shprehë. Apo na thoni se fëmijët e lindur në hën nuk mund të zhvillojnë trur normale? Ka një pauzë të gjatë. Po ju them se ne nuk e dim. Mostra jon është një, Luka. Dhe ai po na tregon se ka probleme të mundshme që as nuk i kishim konsideruar. Ky është momenti ku realiteti i godet Elenën me forcë të plot. Ata nuk janë thjesht duke krijuar një koloni. Ata janë duke krijuar një eksperiment në biologji zhvillimore njerëzore pa grup kontrolli, pa studime paraprake, pa kuptim të plot të pasojave. Çdo vendim që ata marrin është, në thelb, një hamendje e arsyeshme. Dhe tani, ai eksperiment ka prodhuar rezultatin e tij të parë të paparashikuar. Një fëmijë 3 vjeçar me tru që po sinjalizon alarm. Gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa Luka stabilizohej me medikamente antikonvulsive, baza Tranquility zhytet në një debat ekzistencial. Çështja nuk është më teorike, është e prekshme, urgjente dhe thjesht e tmerrshme. Ka tashmë 12 fëmijë të lindur në bazë. 5 janë në 1 vjeç, 7 janë midis 1 dhe 4 vjeç. Luka është më i madhi. Nëse çfarë po përveton ai është një problem sistemik, jo një rast i izoluar. Çfarë do të thotë kjo për të tjerët dhe çfarë do të thotë për planet për të zgjeruar koloninë? Këshilli i bazës, 25 antar të zgjedhur nga banorët, mblidhet në një seancë urgjente. Elena është atje, jo si mjeke, por si banore më e vjetër. Dikush që ka jetuar përmes transformimit më të gjatë. Atmosfera është e tensionuar. Dr. Reeves, komandanti i bazës, flet i pari. Ne duhet të përbalemi me faktet. Ne kemi një fëmijë me simptoma neurologjike që nuk i kuptojmë plotësisht. Ne kemi një mbëdhje të tjerë që mund të jenë në rrezik. Dhe ne kemi 7 gra, aktualisht 7 cëna. Maria, nëna e Lukas, është në këmbë. Zëri i saj dridet, por është i qartë. Djali im nuk është një statistik, ai është një njeri, dhe ajo që ju po propozoni, ndalimi i lindjeve, është të thoni se jeta e tij, ekzistenca e tij, ishte një gabim. Askush nuk po thot këtë, përgjigjet Dr. Reeves. Por ne kemi përgjegjësi për ata që janë tashmë këtu dhe për ata që mund të vinë. Nëse nuk mund të garantojmë zhvillim të shëndetshëm, në tokë nuk garantojmë zhvillim të shëndetshëm, ndërhyn Yuki, babai i Lukas. Fëmijët lindin me tregullime gjenetike, me ndërlikime, me sëmundje të paparashikueshme. Prindrit marrin rreziqe. Kjo është pjesë e njerëzimit. Elena dëgjon këtë shkëmbim dhe ndjen peshën e 3 viteve në hën. Ajo e kupton të dyja perspektivat. Ajo është mjeke. Ajo e di se kur ballafaqohesh me të panjohurën, kujdesi është i arsyeshëm. Por ajo është gjithashtu dikush që ka bërë zgjedhje radikale, që ka pranuar rrezikun e panjohur, që ka transformuar veten në mënyra që as nuk i kishte imagjinuar. Ajo ngrihet për të folur. Doma heshtet. Unë kam jetuar këtu për 3 vjet. Trupi im nuk është më si ishte. Truri im nuk funksionon si më parë. Dhe nëse kthehem në tokë nesër, do të jem thjesht disfunksionale, sa Luka do të ishte nëse shkonte atje sot. Ajo pushon duke lënë që fjalët të fundosen. Ne të gjithë, çdo adull që zgjodhi të vi këtu, jemi pjesë e një eksperimenti. Ne transformuam veten, por ne zgjodhëm atë. Luka nuk zgjodhi. Ai u lind në një eksperiment që prindrit e tij filluan. Maria e shikon drejt për drejt. Po, ne zgjodhëm. Zgjodhëm të kemi një fëmijë. Zgjodhëm të ndërtojmë një jetë këtu. Ishte e drejtë jon? Ishte, thot Elena. Por tani, çështja nuk është e drejtë. Është përgjegjësi. Ne kemi të dhëna që sugjerojnë rrezik, jo siguri, por rrezik. Dhe ne duhet të vendosim.
A vazhdojmë të sjellim fëmijë në këtë mjedis kur nuk e dim nëse mund të zhvillojë normal? Ose andalemi, të paktën derisa të kuptojmë më shumë? Debati zgjat për orë. Argumentet shpërthejnë nga të gjitha anët. Disa argumentojnë se ndalimi i lindjeve do të ishte fundi i kolonisë si një komunitet i vërtet, duke e kthyer atë në një stacion kërkimor afatshkurtër. Të tjerë argumentojnë se vazhdimi i rrezik është morale i papërlitshëm. Në fund vendoset një kompromis i dimshëm. Shtatësënive ekzistuese do të lejohet të vazhdojnë me monitorim intensiv, por linje të reja nuk do të aprovohen derisa të ketë studime më të gjata të fëmijëve ekzistues. Është një vendim që nuk kënaq askënd plotësisht, por që reflekton realitetin e pamundur të situatës së tyre. Por kjo krizë ka zbuluar diçka më të thellë se një problem mjekësor. Ajo ka zbuluar kufijtë vetë përpjekjes së tyre. Elena në muajt e ardhshëm fillon të mbajë një lloj ditari të ri, jo vetëm observime personale, por reflektime të thella mbi atë që ata po tentojnë të bëjnë. Ajo e quan atë Traktati i arsyeshmërisë hënore, megjithse emri është ironik. Në të, ajo shkruan: Ne erdhëm në hën me arrogancën e inxhinierëve. Menduam se problemet ishin teknike. Gravitet të ulët, përdorni trajnim rezistence. Rezatim, ndërtoni mburoj. Cikel ditanat ekstreme, menaxhoni energji dhe riprogramoni orën biologjike. Dhe për shumicën e këtyre, ne patëm sukses pjesërisht. Por ajo që ne nuk e kuptuam, ose zgjodhëm të mos e shihnim, ishte se disa gjëra nuk janë probleme inxhinierike. Disa gjëra janë kufi themelor biologjik. Trupi njerëzor është rezultati 3 miliardë 500 milion vitesh evolucioni në tokë. Çdo qelizë, çdo organ, çdo rrjet nervor është optimizuar për kushtet specifik të atij planeti. Gravitet konstant. Rrotullim 24 orësh. Atmosferë që mban presion dhe ofron oksigjen. Temperaturë që luhatet brenda diapazonit të ngushtë. Fushë magnetike që mbron nga rrezatimi kozmik. Kur ne marrim atë trup dhe e vendosim në kushte rrënjësisht të ndryshme, ne nuk jemi thjesht duke testuar kufitë e fleksibilitetit. Ne jemi duke shpëtuar territori ku vetë për kufizimi normal zhduket. Ajo shkruan për Lukan, i cili pas 3 muajsh është stabilizuar, por tani kërkon medikamente antikonvulsive çdo ditë. Ajo shkruan për 2 fëmijët e tjerë që kanë filluar të tregojnë simptoma më të lehta, probleme me koordinimin motorik të imët që mund të jenë fillim të ngjashme. Ajo shkruan për gratë shtatësëna që tani mbajnë fëmijët e tyre me një përzierje shprese dhe frike. Por më e rëndësishmja, ajo shkruan për diçka që rrallë diskutohet në raportet zyrtare. Dimensioni psikologjik i të jetuarit në prag të panjohurës. Në tokë, shkruan ajo, njerëzit jetojnë me incertezë, por është incertezë brenda kuadrit të njohur. Mund të sëmulësh, por ekzistojnë sëmundje të katalogatuara, trajtime të testuara. Mund të ndodhë fatkeqësi natyrore, por kemi të dhëna historike, modele parashikimi. Këtu, ne jetojmë në një hapësirë ku krejt është i panjohur. Çdo ditë mund të zbulojmë një kufir të ri që nuk e dinim se ekzistonte. Çdo fëmijë që rritet është një eksperiment në kohë reale. Çdo vendim që marrim mbart peshën e pasojave që nuk mund t'i llogaritim. Ka një hyrje veçanërisht të fuqishme, shkruar në ditën 130 të natës hënore që ndjek krizën e Lukas. Sot fola me Maria. Ajo më pyeti nëse mendoj se ishte gabim të konte Lukan. Unë nuk ju përgjigja menjëherë, sepse e vërteta është komplekse. A ishte gabim? Nga perspektiva e një medieje që di se çdo lindje bart rreziqe të paparashikueshme në këtë mjedis, Mund të thuash po. Por nga perspektiva e një qenie njerëzore që kupton se vetë ekzistenca njerëzore ka qenë gjithmonë një seri rreziqesh, mund të thuash jo. Speciet tona ka migruar përmes kontinenteve të panjohura, ka kaluar dete që dukeshin të pafundme, ka ngjitur male që dukeshin të papërshkueshme, dhe në çdo fazë ka pasur kosto. Ka pasur ata që nuk mbijetuan, ka pasur fëmijë që u lindën në kushte të ashpra dhe nuk arritën në pjekuri. Por nëse parardhësit tanë kishin llogaritur vetëm rrezikun, nëse kishin vendosur të qëndronin vetëm në zonat e njohura, ku do të ishim ne tani? Kjo nuk është justifikim. Është vetëm njohje se nuk ka përgjigje të thjeshtë. Kjo pasazh qarkulloi përreth bazës. Disa e lecuan si justifikim të eksperimentimit të papërgjeshëm.
Të tjerë e lecuan si meditim të sinqert mbi natyrën e ekzistencës njerëzore. Por ajo që Elena nuk shkroi, ajo që mbajti në mendjen e saj, ishte më e errët. Ajo filloi të dyshonte nëse kolonizimi hapësinor, siç e imagjinonin entuziastët, ishte fare i mundur. Jo për shkak të inxhinierisë, por për shkak të biologjisë. Ndoshta njerëzit mund të vizitojnë vende të tjera, mund të qëndrojnë për vite, por të jetojnë, të riprodhojnë, të krijojnë civilizime të qëndrueshme. Ndoshta kjo kërkon më shumë se sa teknologji. Ndoshta kërkon një transformim kaq të thellë sa nuk jemi më themelisht ajo që filluam. Dhe nëse ky transformim ka kosto të papranueshme, siç sugjeron rasti i Lukas, atëherë çfarë? Në ditën 160 pas krizës, Elena merr një mesazh nga NASA. Ajo është ftuar të kthehet në tokë. Jo si një përfundim i misionit, por si një shkencëtare e lartë që do të ndihmojë në vlerësimin e të dhënave dhe në planifikimin e misioneve të ardhshme. Ajo shikon mesazhin për një kohë të gjatë. Kthimi do të thotë të lësh Lukan dhe fëmijët e tjerë që tani monitoron. Do të thotë të përballesh me graviteti toksor që e di se do ta shtyp. Do të thotë të ripërshtates me një planet që nuk ndjehet më si shtëpia e saj. Por gjithashtu do të thotë të këshillosh për të ardhmen. Të përdor përvojën e saj për të formuar vendime që do të ndikojnë miliarda. Ajo pranon. Përgatitjet për kthim zgjatin një ditë të plotë hënore. Trupi i saj duhet të stërvitet gradualisht duke rritur gravitetin artificial përmes një kostume të peshave. Ajo duhet të marrë medikamente për të përforcuar kockat dhe muskujt. Dhe më e vështira, ajo duhet i thjesht lamtumir një komuniteti që ka qenë bota e saj për 3 vjet. Në mbrëmjen para nisjes, ka një mbledhje informale në sallën e përbashkët. 25 banorët plus 4 fëmijë mjaftueshëm të mdhenj për të qenë të vetëdijshëm për momentin. Luka është atje, tani 4 vjeç, i qetë, por i vëmendshëm. Ai e kupton se Elena po shkon në UQUOTE 21, siç ai e quan tokën. Ai afrohet Elenës. UQUOTE 22. Elena ulet që të jetë në nivel me të. Ai mendon për këtë. Elena bushqesh, por është një bushqeshje e hidhur. Maria dhe Yuki i bashkohen bisedës. Maria flet me zë të ulët. Tot Elena, tot Yuki. Elena nuk është e sigurt nëse kjo është e vërtet. Ajo ka jetuar, po, por në çfarë kosto? Dhe a është ai lloj jetese diçka që duhet të zgjerohet? Nisja ndodh në undercore, QUOTE, undercore 112, undercore. Të ditës hënore, kur panelet diellore janë duke karikuar plotësisht anijen hapësinore. Elena vishet në kostum, kalon përmes kontrole të fundit mjekësore dhe hijes në modulin e kthimit. Ajo shikon nga dritarja ndërsa anija ngrihet, duke parë bazën Tranquility që bëhet më e vogël poshtë. 3 metra rregulit, struktura metalike, panele diellore të shtrira si krah dhe brenda 24 njerëz dhe 12 fëmijë që jetojnë në skajin e asaj që është e mundur. Ndërsa hëna zmadhohet dhe toka rritet në dritaren e saj, Elena ndjen një përzije emocioni që nuk mund ta emëroj. Lehtësim, humbje, fajsi, shpresë, ndoshta të gjitha. Ajo merr një shënim të fundit në tabletën e saj, një hyrje që e di se do të lecohet nda mijëra. Ania akseleron. Hëna zmadhohet, toka rritet, dhe Elena, e pezulluar midis 2 botëve, mishron dilemën që njerëzimi tani përballet. Një specie e lindur për një planet, duke ndërruar përhyje, por duke zbuluar se çmimi i atij ëndre mund të jetë vetë identiteti ynë. Pas 50 vjetorëve, Ania futet në orbit toksore. Elena ndjen peshën që fillon të rritet ndërsa ata ulin në atmosferë. Gravitetin që ajo nuk e ka ndjerë plotësisht për 3 vjet e shtyp. Edhe me javë përgatitjeje është gati e padurueshme. Modulin zbret në një qendër të NASA-s në Teksas, kur dera hapet dhe ajri toksor, i ngroth dhe i lagësht dhe i mbushur me aroma që ajo nuk i ka ndjerë për vite, rrëmben brenda. Elena qan. Jo nga gëzimi i kthimit, por nga ndërgjegja se ajo nuk i përket më këtij vendi. Ekipet mjekësore janë të gatshme. Ata e mbështesin ndërsa ajo përpiqet të dalë.
Graviteti është okean që e zhyt. Çdo hap është përmend, çdo frym ndjehet si të ngrinte një peshë. Por ajo shkel në këmbë të tundura, në tokën që ajo e la 3 vjet më parë. Qielli mbi të është i kaltër, blu i vërtet, jo i zi. Ka re që lvizin, ka një bredh që tund gjethet në erë, ka zogë që fluturojnë, ka zhurmë të motorëve, të zyrave të largët, të jetës që pulson në çdo drejtim. Është kaos, është e pakontrolluar, është e çmendur. Dhe Elena, për herë të parë në 3 vjet, realizoi se ky planet i çmendur, kaotik, i papërparashikueshëm, është shtëpia që evolucioni krijoi për të. Dhe hëna, me heshtjen e saj absolute, temperaturat ekstreme, vetditën që zgjat 1 muaj, nuk do të jetë kur më shumë se një vend vizitor, një laborator, një test i kufirit të saj. Por a është e njëjta e vërtet për Lukan, për fëmijët e lindur atje? A është hëna e tyre shtëpia në mënyrë që toka nuk mund të jetë më? Këto pyetje mbeten, të pasgjidhura, ndërsa Elena çohet në një karrocë me rrota dhe fillon udhëtimin e gjatë të riadaptimit. Një udhëtim që ajo e di se nuk do të përfundojë kurrë plotësisht. Sepse ka disa ndryshime që nuk mund të zhbëhen, dhe disa pyetje që nuk kanë përgjigje të thjeshtë. 3 muaj pas kthimit të Elenës, ajo qëndron në një teracë në Pasadena, Kalifornia, duke parë hënën që ngrihet mbi horizontin. Është plot. Një disk i ndritshëm argjendi në qiellin e muzgut, dhe për herë të parë që kur ka kujtes, ajo e shikon atë jo si një objekt të bukur poetik, por si një vend real, ku njerëz të vërtet jetojnë jetë të vërteta. Ajo e di se tani, në këtë moment, në bazën Tranquility, është quote 116 e një cikli hënor. Dielli është lart në qiellin e zi. Temperatura në sipërfaqe është 120 gradë Celsius. Panelet diellore po derdhin energji. Luka po luan në një zonë të mbrojtur brenda habitatit, në një tavan artificial që simulon një qiell që ai nuk e ka parë kurrë. Maria po kryen eksperimente me bim që po tentojnë të përshtaten me ciklet hënore. Yuki po riparon një filtr ajri që ka filluar të tregojë shenja të lodhjes. Jeta vazhdon atje, në atë laborator kozmik, në atë eksperiment të vazhdueshëm. Por çfarë kemi mësuar vërtet? Jo vetëm për hënën, por për veten tonë. Le të fillojmë me një pyetje që duket e thjeshtë, por që hap thellësi të papritura. Çfarë është një ditë? Në tokë, ne marrim si të mirëqen, 24 orë. Drita dhe errësira në ritëm të parashikueshëm. Por kjo nuk është një dhënë universale. Është një aksident i veçantë i historisë së planetit tonë, një kombinim i matësisë së tokës, shpejtësisë së rrotullimit të saj dhe ndoshta roli që hëna ka luajtur në stabilizimin e atij rrotullimi gjatë miliardave vitesh. Nëse toka do të rrotullohej më shpejt, ditët tona do të ishin më të shkurtra. Nëse më ngadalë, më të gjata. Dhe në çdo rast, jeta do të kishte evoluar ndryshe. Ritmet cirkadiane do të kishin qenë të ndryshme. Bimet do të kishin zhvilluar strategji të tjera fotosinteze. Kafshët do të kishin orare të tjera gjuetie dhe pushimi. Vetë ndërtimi i trurit ton, mënyra se si neuronet shkarkohen në modele ditë-natë, do të ishte i ndryshëm. Që do të thotë se çfarë ne përvojmë si UQUOTE, 21 mbëjet, është në fakt një set i ngushtë parametrash që ndodhen të jenë ata që mbizotëruan në planetin ton. Ne nuk jemi krijuar për UQUOTE-117. Ne jemi krijuar për kushtet shumë specifike të tokës në këtë epokë gjeologjike. Kur shkencëtarët flasin për UQUOTE-118 për rrethyjeve, ata nënkuptojnë shpesh zonën ku uji i lëngshëm mund të ekzistojë. Por kjo është vetëm fillimi. Për jetën komplekse, veçanërisht për jetën inteligjente, nevojitet shumë më shumë. Graviteti duhet të jetë brenda një diapazoni të ngushtë. Ciklet ditanat duhet të jenë jo shumë ekstreme. Atmosfera duhet të jetë e duhur, fusha magnetike duhet të mbrojtë në rrezatimi. Temperatura duhet të qëndrojë brenda kufive që lejojnë kimikën komplekse organike. Vendoshta, më kritike, planeti duhet të jetë i qëndrueshëm për kohë të gjatë, miliarda vjet, sepse evolucioni i kompleksitetit kërkon kohë. Toka ka pasur të gjitha këto.
hëna edhe me të gjitha aftësitë tona teknologjike, nuk i ka. Vendoshta, kjo është mësimi më i thellë. Ekzistenca e jetës inteligjente mund të kërkojë një konvergjencë kaq të ngushtë të kushteve, sa vetë rrallësia e saj në univers mund të jetë e pashmangshme. Jo për shkak se universi është armiqësor, por sepse këto kushte janë jashtëzakonisht të rralla. Filozofët kanë debatuar për shekuj mbi idenë se universi duket i përshtatur për jetën, sepse nëse nuk do të ishte, ne nuk do të ishim këtu për ta vërejtur atë. Por çfarë ne po zbulojmë në hën është një version më konkret i kësaj ideje. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues të rastësishëm të një universi neutral. Ne jemi produkt i thellë i kushteve shumë specifike. Dhe kur ato kushte ndryshojnë, ne ndryshojmë ose dështojmë. Elena, duke studiuar të dhënat që vazhdojnë të vinë nga hëna, fillon të shohë modele më të gjera. Ajo bashkëpunon me ekipet të tjera kërkimore që studiojnë astronautë që kanë kaluar kohë të gjatë në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Ajo krahasoi me studime historike të popullsive njerëzore që kanë jetuar në mjedise ekstreme në tokë. Inuitët në Arktik, fisit i lartë në Himalaja, banorët e shkretirave. Dhe ajo zbulon diçka fascinuese. Njerëzit janë jashtëzakonisht të përshtatshëm, por brenda kufive. Ne mund të përshtatemi me të ftohtë ekstrem, por kërkohet veshje. Ne mund të përshtatemi me lartësi të mëdha, por kërkohen gjenerata për të zhvilluar kapacitet më të madh të mushkrive. Ne mund të përshtatemi me dieta të ndryshme, por kërkohet kohë dhe ekspozim gradual. Por disa gjëra duket se janë të paktyeshme. Graviteti është një. Të dhënat nga astronautët që kalojnë muaj në mikrograviteti tregojnë humbje të vazhdueshme të densitetit kockor, atrofi muskulare, ndryshime në shpërndarjen e lëngjeve në trup, edhe madje ndryshime në formën e syrit që shkaktojnë probleme shikimi. Dhe këto ndodhin pavarësisht stërvitjeve intensive. Në graviteti hënor, një të gjashtën e tokës, problemet janë më të lehta, por ende ekzistojnë. Dhe për fëmijët që rriten në atë gravitet, siç Luka tregoi, mund të ketë pasoja në zhvillimin neurologjik që ende nuk i kuptojnë plotësisht. Një tjetër faktor i paktjeshëm duket se është rrezatimi. Në tokë jemi mbrojtuar nga një fushë magnetike planetare dhe një atmosferë trash. Në hën nuk ka asnjërin. Edhe nën 3 metra regolit, doza kumulative e rrezatimit kozmik është shumë më e lartë se në tokë. Dhe ky rrezatim dëmton ADN. Jo menjëherë, por gradualisht me kalimin e viteve. Studimet e hershme sugjerojnë se kolonistët hënor afagjat do të kenë norma më të larta të kancerit. Por më shqetësuese janë përzimet në qelizat riproduese. Çfarë ndodh me ADN e spermës dhe vezëve kur ekspozohen për vite ndaj rrezatimit më të lartë? A do të ketë mutacione më të shpeshta? Dhe nëse po, si do të ndikojë kjo në gjeneratat e ardhshme? Ne nuk e dim. Kemi teori, kemi modele, por e vërteta është se mostra jon është shumë e vogël. Luka dhe 11 fëmijë të tjerë, 12 pika të dhënash në një eksperiment që mund të zgjasë gjenerata. Dhe kjo na shpije në zemër të asaj që unë e quaj UQUOTE20. Ne dim shumë për hënën si objekt gjeologjik. Ne kemi harta detajuar të sipërfaqes. Ne kemi mostra shkëmbinjsh në misionet Apollo. Ne kuptojmë përberjen e saj kimike, strukturën e brendshme, historinë e formimit. Në këtë aspekt, hëna është një nga objektet më të studiuara në sistemin diellor. Por ajo që ne nuk dim, dhe kjo është ajo që eksperimenti i Elenas po zbulon, është se si jeta komplekse, veçanërisht jeta inteligjente, mund të funksionojë atje për kohë të gjatë. A mund truri njerëzor të zhvillohet normalisht në gravitet të reduktuar? Ne kemi të dhëna nga një fëmijë me probleme, por a ishte ai një rast i izoluar apo fillimi i një modeli? A mund sistemi imunitar njerëzor të funksionojë normalisht në një mjedis aq të ndryshëm? Ne e dim se graviteti ndikon në qarkullimin e lëngjeve dhe sistemi imunitar mbështetet në atë qarkullim. A do të kenë kolonistët hënor përgjigje më të dobta ndaj infeksioneve? A mund sistemi riprodues të funksionojë normalisht? Ne dim se në mikrogravitetit të stacionit hapësinor, embrionet e kafshëve kanë treguar anomalit të zhvillimit. A do të jetë e njëjta në graviteti hënor? Dhe ndoshta pyetja më e thellë. A mund të ekzistojë një shoqëri njerëzore e qëndrueshme në kushte aq të izoluara dhe artificiale? Historia na tregon se komunitetet njerëzore kanë mundur të mbijetojnë në mjedise të vështira, por gjithmonë me lidhje me botën më të gjerë.
Madje edhe stacionet më të izoluara arktike kanë pasur rotacion personeli, furnizime të rregullta dhe mundësinë e evakuimit. Por një koloni hënore e vërtet, me gjenerata që linden dhe vdesin atje, do të ishte diçka rrënjësisht e re në përvojën njerëzore. Një shoqëri totalisht e varur nga teknologjia, për çdo frymajri, çdo pikë uji, çdo kalori energjie. Një shoqëri ku gabimi më i vogël teknik mund të jetë fatal për të gjithë. Një shoqëri ku çdo fëmijë rritet duke ditur se nuk mund të vizitojë kurrë planetin e prejardhjes së specieve të tij. A është e qëndrueshme psikologjikisht një shoqëri e tillë? Ne nuk e dim. Ka edhe pyetje më të gjera që hëna ngre mbi natyrën e eksplorimit hapësinor. Për dekada, entuziastët e hapësirës kanë imagjinuar një të ardhme ku njerëzimi zgjerohet nëpër sistemit diellor dhe përtej. Koloni në hën, bazat në Mars, stacionet orbitale përreth Jupiterit, madje anije gjeneratash që udhtojnë drejt yjeve të tjerë. Por çfarë nëse kemi qenë naive? Çfarë nëse ekzistojnë kufi biologjik themelor që teknologjia nuk mund t'i kapërcej? Ndoshta njerëzit mund të vizitojnë vende të tjera, mund të qëndrojnë për vite, madje dekada, por të krijojnë civilizime të qëndrueshme, të riprodhojnë me sukses, të rriten fëmijë të shëndetshëm, ndoshta kjo kërkon kushte shumë më specifike se sa kemi menduar. Ose ndoshta kërkon transformim kaq të thellë sa ata që bëjnë atë nuk janë më homo sapiens në kuptimin që ne e kuptojmë. Ka një teori në biologi evolucioniste të quajtur speciacioni alopaterik. Ideja se speciet e reja formohen kur populatat izolohen në mjedise të ndryshme dhe fillojnë të ndjekin rrugë evolucionare të ndryshme. Është mënyra se si një specie e vetme ka evoluar në diversitetin e jetës që shohim sot. Çfarë nëse kolonizimi hapësinor nuk do të jetë zgjerimi i njerëzimit, por speciacioni i tij? Çfarë nëse në disa mijëra vjet do të ketë jo një specie njerëzore, por shumë? Homo sapiens i tokës, Homo lunaris i hënës, Homo marcianus i Marsit. Secila e adaptuar për planetin e vet. Secila me biologji të dallueshme, psikologji, madje kultura. A do të njiheshin ata ende si njerëz? A do të mund të riprodhoheshin ndërmjet tyre? A do të kishin ende vlera të përbashkëta, një identitet të përbashkët? Këto nuk janë pyetje vetëm për filozof, ato janë pyetje praktike që do të duhet të përbalojmë nëse vazhdojmë këtë rrugë. Elena, në ditarin e saj, shkroi një pazazh që ka bërë jehon në komunitetin shkencor. Ne quhemi Homo sapiens, njeriu i urtë. Por urtësia e vërtet nuk është vetëm në krijimin e teknologjisë që na lejon të shkojmë në vende të reja. Është në kuptimin e kur duhet të shkojmë dhe kur duhet të qëndrojmë. Është në njohjen e kufive të pamundur dhe respektimin e tyre. Ndoshta hena nuk është një shtëpi e ardhshme, por një mësues. Një vend ku shkojmë për të mësuar mbi veten tonë, për të zbuluar kufit, për të kuptuar se sa shumë marrim si të mirëqen kushtet që kanë formuar speciet tona. Dhe ndoshta mësimi më i rëndësishëm është ky. Ne nuk jemi krijuar për të mbizotruar në çdo mjedis. Ne jemi krijuar për këtë planet, këtë gravitet, këtë diel, këtë hën, këtë ekosistem. Dhe ka një bukuri të thellë në njohjen e kësaj. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të eksplorojmë, por do të thotë se eksplorimi duhet të vijë me përullësi, me kujdes dhe me pranim të sinqertë se disa gjëra mund të mos jenë të mundura. Këtë pasazh e kam lexuar dhe rilecuar shumë herë, dhe çdo herë ndjej një përplasje emocionale. Nga njëra anë ka një trishtëmëri në njohjen e kufive, nga ana tjetër ka një nxitje çlirimi. Sepse nëse pranojmë se mund të mos jemi të destinuar të kolonizojmë galaksin, atëherë çfarë jemi të destinuar të bëjmë? Ndoshta të kujdesemi për planetin që kemi, të kuptojmë thellësisht se sa e veçantë dhe e brisht është toka, të mbrojmë ekosistemet që kanë mundsuar ekzistencën tonë, të ndërtojmë një civilizim që mund të zgjasë jo për dekada ose shekuj, por për miliona vjet në këtë botë. Ndoshta eksplorimi i hapësirës nuk duhet të jetë për koloni, por për kuptim. Për të studiuar planetet e tjerë në mënyrë që të vlerësojmë tonin, për të kërkuar jetë në vende të tjera, në mënyrë që të kuptojmë se sa e rrallë dhe e çmuar është ajo që kemi. Por kjo nuk është përgjigja e vetme e mundur. Dhe kjo është ajo që e bën këtë moment në historinë njerëzore kaq të veçantë. Ne qëndrojmë në një prag. Për herë të parë, ne kemi teknologjinë për të jetuar përtej tokës, jo lehtësisht, jo pa rrezik, por në mënyrë të mundur.
Vendimi se çfarë të bëjmë me atë aftësi do të përcaktoj fatin e specieve për mijëra vjet në vijim. A vazhdojmë të shtyjmë duke provuar se ne mund të përshtatemi, madje nëse kjo do të thotë të transformohemi në diçka të re? A pranojmë kufit dhe fokusohemi në përsosmimin e jetës në tokë? A gjejmë një rrugë të mesme duke eksploruar, por duke njohur se disa vende do të mbeten përgjithmonë të huaja? Këto nuk janë vendime që një person ose një gjenerat mund t'i bëjë. Ato janë pyetje që njerëzimi si i tërë do të duhet të përballojë në mënyrë kolektive me urtësi që akoma nuk e kemi plotësisht. Por ndërsa këto pyetje të mëdha mbeten, ka një të vërtet më të thjeshtë dhe më bukur që eksperimenti hënor na ka dhënë. Elena, në mbrëmjen e saj të fundit para se të kthehet në tokë, qëndroi në një sallë vëzhgjimi në bazën Tranquility. Nëpërmjet dritaresë së trash, ajo pa peizazhin hënor, shkëmbinjt gri, kraterinë në distancë, qiellin e zi absolut me yje që nuk shkelqejnë, dhe atje, e varur mbi horizontin, ishte toka. Blu dhe bardh dhe kafe. Reja spirale mbi oqeane, kontinente të njohura. Dhe diku atje, shumë larg, ishte çdo qytet, çdo pyll, çdo det, çdo njeri që kishte jetuar ndonjëherë. Luka erdhi pranë saj. 4 vjeç tani, me sy kureshtar që reflektonin dritën e tokës. Kuote 23, tha ai. Kuote 24, u përgjigj Elena. Kuote 125. Kuote 126, tha Luka. Duke treguar rrefti. Elena e pa atë. Këtë fëmijë që nuk njihte breza, nuk njihte shi, nuk njihte sa e madhe ishte një pemë ose sa të thellë ishin oqeanet. Për të, kuote 27 ishte 3 metra nën sipërfaqen hënore, një rrjet korridoresh dhe dhomash të ndriçuara nga L e D. Një vend ku dielli ngrihej vetëm 2 herë në vit toksor. Dhe në atë moment, Elena kuptoi diçka që e kishte munduar që kur filloi eksperimenti. Pyetja nuk ishte nëse mund të jetonim në hën. Pyetja ishte se çfarë humbasim nëse bëjmë. Sepse Luka do të jetojë një jetë që asnjë njeri nuk e kishte jetuar më parë. Do të kontribuojë në dituri që ne nuk do ta kishim kurrë ndryshe. Por ai gjithashtu nuk do të di kurrë ndjenjen e erës në fytyrë, tingullin e dallëve në breg oqeani, shijen e frutave të pjekur direkt nga pema. A vlen ato humbje për atë që fitojmë? Tani qëndroni këtu, në këtë moment. Ju që po dëgjoni këto fjalë. Ju jeni, ndoshta, në një dhomë të ngrohtë. Ndoshta po ndiqni një ekran. Ndoshta po udhëtoni, duke dëgjuar përmes kufjeve ndërsa lëvizni përmes një qyteti ose fushës. Mendoni për një moment mbi sa gjëra po ndodhin pa që ju t'i vini re. Graviteti që ju mban në vend. Ajri që po frymoni, i përbër nga miliniona vjet evolucioni biokimik. Drita që ju ndriçon, nëse është ditë, e filtruar përmes një atmosfere që ju mbron nga rrezatim vdekjeprurës. Nëse është natë, drita artificiale e mundsuar nga një infrastrukturë energjetike që mbështetet në miliona vjet grumbullimi gjeologjik. Ju jeni, në këtë moment, produkti një kasad të pabesueshme koincidencash. Planeti juaj formua në distancën e duhur nga dielli. Hëna, e shkatëruar nga një ndikim gjigant në të kaluaren e largët, stabilizoi boshtit e rrotullimit. Uji u kondensua në oqeane. Jeta filloi, në mënyrë të pakuptueshme, dhe evoloi për 3 miliardë 500 milion vjet, derisa prodhoi krijesa që mund të bëjnë pyetje mbi vetë ekzistencën e tyre. Ju jeni, në mënyrë fjalë për fjalë, një rrëfim që universi po tregon për veten. Dhe tani, për herë të parë në atë rrëfim, ne mund të zgjedhim të shkojmë diku tjetër, të eksperimentojmë me të qenit diçka e ndryshme. Por çështja që hëna na ngre nuk është nëse mund, është nëse duhet, dhe çfarë humbasim nëse bëjmë. Unë nuk kam përgjigje përfundimtare. Elena nuk ka. Luca, duke rritur në hën, do të ketë perspektivën e tij, të formuar nga një realitet që ne nuk mund ta imagjinojmë plotësisht. Dhe fëmijët e tij, nëse do t'i ketë, do të kenë një tjetër perspektivë akoma. Por kjo është bukuria e çuditshme e këtij momenti. Ne nuk duhet të kemi përgjigje përfundimtare. Ne duhet vetëm të bëjmë pyetjen me sinqeritet dhe të përballojmë pasojat me guxim. Ndoshta njerëzimi do të zgjedhë të zgjerohet, të transformohet, të bëhet diçka që nuk jemi akoma. Ndoshta do të zgjedhim të qëndrojmë, të fellojmë rrënjët në planetin që na krijoi,
Të ndërtojmë një qytetërim që mund të zgjas 1 milion vjet këtu. Ose ndoshta, dhe kjo më duket perspektiva më e bukur, ne do të gjejmë një ekuilibër. Do të eksplorojmë, por me përullësi. Do të transformohemi, por me kujdes. Do të ndërtojmë në vende të reja, por pa harruar kurrë se nga kemi ardhur. Sepse në fund, pyetja që hëna na shtron nuk është vetëm a mund të jetojmë atje, është kush jemi ne? Çfarë do të thotë të jesh njeri? Dhe sa nga vetja tonë jemi të gatshëm të transformojmë në kërkimin e horizonteve të reja? Në këto pyetje qëndrojnë jo vetëm e ardhmja e eksplorimit hapësinor, por e ardhmja e vetë njerëzimit. Dhe përgjigja, si çdo përgjigje e vërtet e thellë, nuk është një fakt, por një zgjedhje. Një zgjedhje që çdo gjenerat do të duhet të bëjë përsëri, duke përdorur urtësinë e mbledhur nga ata që erdhën para dhe duke përballuar të panjohurën që pret përpara. Ndoshta kjo është mësimi real I ditës hënore që zgjat 29 ditë e gjysmë. Jo se jemi të kufizuar nga biologjia jonë, por se vetë kufizimi na jep identitet. Që drita dhe errësira, në të gjitha formatet tyre, janë ajo që e bën përvojën njerëzore atë që është. Dhe ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, në një planet që rrotullohet çdo 24 orë, në një gravitet që ka formuar çdo kockë në trupin tuaj, në një atmosferë që ju lejon të frymoni pa e menduar, ndoshta vlera pyetja nuk është se ku mund të shkojmë, por se sa thellë vlerësojmë vendin ku tashmë jemi. Sepse në fund, tërë universi, me të gjitha mrekullitë e tij dhe misteret e tij, nuk ka prodhuar ende asgjë më të çuditshme dhe më të bukur se këtë. Një planet blu, I mbulluar me jetë, ku krijesa të bëra nga hi I yjeve kanë mësuar të bëjnë pyetje mbi veten. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është mrekullia e vërtet. Jo se mund të shkojmë në hën, por se mund të kthehemi, që mund të shohim veten nga larg dhe të kuptojmë, për herë të parë, sa të veçantë jemi. Pyetja mbetet e hapur, por vetë pyetja është përgjigja.